Mirëmbrëma të gjithëve. Maratonës elektorale po I vjen fundi, jemi në metrat e fundit, sepse vetëm pak ditë na ndajnë nga 11 maj, kur shqiptarët pritet të votojnë. Të votojnë ndoshta për një mandat të 4 të Ramës, apo për një rotacion politik pas 12 qeverisjeje të Partisë Socialiste. Duke qenë se Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, ligji elektoral, e pengon publikimin e sondazheve 5 ditë nga heshtja elektorale, sot është dita e fundit. Dhe ne sot do të publikojmë sondazhin e fundit që Report TV ka porositur tek instituti I njohur italian Piepoli, me cilin prej zgjedhjeve lokale të vitit 2015 ka parashikuar zgjedhjet si lokale, si të përgjithshme në Shqipëri. Sot do të publikojmë rezultatet e të 12 qarqeve, mandatet që merr çdo subjekt elektoral. Pra, që nga qarku me numrin më të vogël të deputetëve, të mandateve të deputetëve, që është ai I Kukësit, deri tek ai I Tiranës. Ndërsa në fund do kemi projeksionin e mandateve në të gjithë vendin për secilin subjekt elektoral. Për 2 orë me radhë, ne do t'i komentojmë këto shifra, këto tabela, me një panel me disa të ftuar. Ndërkohë në lidhje të drejt për drejt, nga Italia kemi zotin Livio Giuliotto, përfaqësuesin e Institutit Piepoli. Mirëmbrëma. Zoti Giuliotto. Buonasera a voi. Mirëmbrëma juve dhe faleminderit për ftesën. Ndërkohë, po përmes lidhjes direkte do të kemi juristin e njohur zotin Kreshnik Spahiu. Spahiu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ndërkohë, në studio jam me politologun e njohur zotin Adri Nurellari. Mirëmbrëma. Me analistin dhe pedagogun e gazetarisë zotin Zyliftar Bregu. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Me juristin Indrit Sefa dhe me gazetarin Ermal Peçi. Mirëmbrëma zoti. Zoti Giuliotto, cilat janë të dhënat e këtij sondazhi? Sa veta keni intervistuar, sa është marzhi I gabimit? Pra gjithçka që përfaqëson ky sondazh. Allora, noi abbiamo Ne intervistato kemi intervistuar si zakonisht një kampion që është përfaqësuesi opinionit publik, pra I moshës madhore në Shqipëri, pra të gjithë shqiptarët me vendbanim në Shqipëri. Kemi bërë 1200 intervista, është një kampion I konsiderueshëm që kemi intervistuar këtë javë nga pikpamja e përmasave, nga numri. Këto 1200 intervista, pra ju thash, është pra janë përfaqësueset, janë në përpjesëtim me mënyrën se si është krijuar, se si përbëhet popullsia shqiptare, ndarë nga gjinia, mosha, si edhe ndarje sipas qarqeve. Sa është marzhi I gabimit të këtij sondazhi? Il margine d'errore è del 2,8%. Marzhi I gabimit është 2,8%. Pra minus plus 2,8% është marzhi I gabimit. Sa meshkuj dhe sa gra keni intervistuar? Sa përqind janë? Anche in questo caso rappresentativi, quindi il 51% Pra janë përfaqësues popullsisë, pra 51% gra dhe 49% janë meshkuj. Dhe pastaj njëjta gjë vlen edhe për grup moshat. Nga 30, si. Le fasce d'età, il 30% Mosha, 30% janë deri në 34 vjeç, 32% midis 35 dhe 50 vjeç, dhe të gjitha pastaj të moshat e tjera më sipër pra janë. Ju falenderoj dhe sa herë ta gjykoni të arsyeshme, do ju lutesha don të ta merrni fjalën. Ndërkohë regjis po I kërkoj don pa humbur kohë të nisim me qarkun e parë, me qarkun e Kukësit, ku në lojë janë 3 mandate. Pra ky është qarku I Kukësit. Partia Socialiste merr 38,5%, një mandat. Në vitin 2001 ka pasur 35,8% dhe po një mandat. Koalicioni I Partisë Demokratike merr 55,8% dhe
në këto në 11 maj, si pas ti projekcioni, dhe merë 2 mandate. Ndërkohë që në vitin 2021 ka marrë 62,4% dhe ka marrë 2 mandate. Ndërkohë me Asterix aty shënohet donë që duhet kemi parasysh se në vitin 2021 ka qenë janë edhe votat e LSI-s. Ndërkohë, koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 2%, Partia Mundësia 1,7%, Partia Social-Demokrate 1,3%, Partia Lëvizja Bashk 0,4%, koalicioni Euroatlantik 0,1%, Djathtas për zhvillim 0,1%, të tjerët 0,1%. Partia Social-Demokrate ka marrë pjesë edhe në 2021, ka marrë 0,5%. Zoti Spaju, një koment të shkurtër për qarkun e Kukësit. Vetë formula elektorale në qarkun e Kukësit nuk mundëson një rezultat tjetër. E para përjashton çdo lloj mundësie që partitë e reja të kenë mundësi për koalicion, sepse ata që nuk e kuptojnë duhet të kenë parasysh që koeficienti pragu për të kaluar në Kukës do të thotë që të marrësh afro 30%. Pra partitë e reja nuk e aprovojnë asnjë mandati në Kukës, dhe nga ana tjetër besoj që 12 vite qeverisje socialiste nuk e lëkundin opozitën nga rezultati i fitores 2001, dhe unë mendoj që madje ka një rritje nga 35,8 në 38,5. Të kujtë? Të Partisë Socialiste. Po, pavarësisht nga rritja, Partia Socialiste nuk e ndryshon do të rezultatin nga 2-1 për PD në 2-1 për PS, edhe sikur të rritet më shumë, nuk ka asnjë shpresë. Nurellani? Jo, kjo është rezultati cimentuar dhe nuk mendoj se ka një përmbysje, është e pamundur me pasi përmbysje. Shto këtu pastaj që ky është një qarqet që njihen që ka një ndërzbrazë më të mëdha në Shqipëri. Domethënë 2011 ka pasur diku tek 85.000 banor, në censusin e fundit pra, ka shkuar në 61.000 banor. Dhe prandaj edhe i hoqën një mandat faktikisht që u transferua, pikërisht sepse pati një rënje dhe matematikisht është e pamundur që të përmbyset dhe të ndryshojë ky rezultat. Dhe kjo gjë tregon edhe pse ka kaq pak votues më sakt të diasporës të regjistruar në Kukës. Përsa asnjë parti nuk ka pasur interes të nxjisë njerëz të diasporës që kanë pasaportizimin në Kukës për të regjistruar. Për të kuptuar pak a shumë se sa shumë rëndësi ka pasur partia këtu për regjistrimin e diasporës për të votuar, shikohet Kuksi. Është një numër shumë i vogël që janë regjistruar, sepse të dyja partitë, të dyja blloqet, po themi, kryesore që garojnë, nuk kanë ndonjë leverdi për të investuar energji për të regjistruar kuksianët që të votojnë nga diaspora. Shiko, në aspektin e rezultatit, nuk është se pritet në një ndryshim, dhe si që tha Adri, kjo është një rezultatit cimentuar, megjithatë ne mund të lexojmë disa gjëra në këto shifra. Ajo që duhet të lexoj unë është që Partia Demokratike, koalicioni PD, Partia e Lirisë, ka një rënje, dhe po të shikosh shifrat, rënja që reflektohet tek Partia Demokratike, tek koalicioni Partisë Demokratike, është shumësia e disa prej partive të reja, të vogla, që rjepin vota nga trupa elektorale e djathtë. Dhe po që se ne bëjmë një llogaritje aritmetike, diku te 6% bie. Po 65.8 edhe 6% shkojnë 62.4, po themi 61 ca, siç e ka pas rezultatin në vitin 2021. Kjo është ajo që doja të lexoja unë dhe një informacion, po themi që qarkullon tani në rrethet e gazetarëve është që në Kukës pretendon edhe Partia Social-Demokrate që të marrë një mandat. Është një bast që e ka vënë kjo parti, ta shohim rezultatin në fund. Të dielën do ta pretendon. 1.3% të shkojnë në duhet 30 herë që të... Po them pretendon, vetë ajo. Domethënë ka një... Flasim për... koment kisha për qarkun e Kukësit.
Nuk jemi duke folur jo për elemente elektorale ose politike, jemi duke folur për jashtë politik. Real politik. Ja, avokati mundet se ndoshta e fushë vet do. Jemi në real politik. Nga informacionet që kam unë dhe që e mbështes ata që tha dhe zyrtari, e vërteta është që kandidati PSD-s vjen nga radhët e PS-s. Edhe baza e tij është më shumë nga e majta, po gjithsesi më duket shumë e vështirë të zbresi PS-ja në nivel më të ulët se PSD-ja. Mjafton një vot më shumë të marrë PSD-ja se PS-ja për të marrë mandatin. Jo, mund t'ja marrë edhe PD-s, dhe del 1-1-1. Duket e vështirë, domethënë, në këtë moment. Po e para dhe e dyta, unë mendoj që këto sondazhet krijojnë perceptimin e përgjithshëm se me kë janë tifoz njerëzit, po jo kë do votojnë. Po njerëzit do në pas tifozllokut votojnë. Funksionon ashtu, pra se është e lista hapur që është pak problematike. Ai me të vërtetë është domethënë tifoz ose është militant i Partisë Demokratike, po ka një kandidat në një listë diku tjetër që do t'ja japi votën atij. Vetëm se kjo do na nxjerrë votat pavlefshme pasaj, në qoftë se Pafund. Do kemi votat, jo si 2021-shin, nivel më të shpjegimi që bëri Baba Ramo në fillim të emisionit nuk do. Jo, se kam aty vetëm. Jo, po ai do vendosi interesin e tij personal, që është njoja personale që ka me kandidat, që është në një listë tjetër, që ka mik familje, krush, kushurit parë, kushurit dytë, dhe tifozlikut që ka për një subjekt. Dhe këto vota nuk perceptohen dot nga sondazhi. Këto janë vota që janë votat të terrenit, që një njeri që ka një influencë në zonë, vetë dhe do i marrë ato votat e veta. Sepse ka njerëzit, ka misin, ka shoqërinë, ka krushqin, dhe ato janë vota që nuk ndikohen nga partia. Ai mund të jetë çfarë do lloj partie, dhe ai e personit që do të votojë. Këtë është shumë e vështirë nga ana e sondazhit. Kjo skemë mund të funksionojë në kryeqytet ose në qytetet më të mëdha. Në Kukës është pak më e vështirë, edhe pse Partia Social-Demokrate aty ka peshkuar njerëz me influencë dhe nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike, por sistemi është pak i vështirë. Ja të pyesim zotin Gjulioto, donë sepse këtu 2 nga 4 të ftuarit thonë donë që lënë të kuptohet që nga 1.3 Partia Social-Demokrate mund të marrë mandatin. Donë ju sa i njihni sondazhet dhe keni bërë, ka ndodhur do njërë kjo, ka donë shkenca e njeh, se edhe mund të ndodhi, e njeh shkenca. Është e vërtetë ajo që thuhet në studio, do me thënë që ka disa territore, zona, ku në të vërtetë përveç votës, e cila quhet zakonisht vote opinionit, ka edhe një vot që në një farë mënyre menaxhohet në nivel territorial. Dhe kjo është e mundur, mund të ndodhi dhe Partisë Social-Demokrate. Unë sigurisht që thash në fillim, marzhi gabimit që ne kemi në këtë sondazh është rreth 2.8%, me këtë marzh gabimi mund të ketë një lloj surprize të konsiderueshme me këtë ndryshim. Po nga 2.8% marzhi gabimit shkon në 1.300% do në qofë se ndodh. Se ju thoni në territor, kanë territor, mi po si gjatë para zgjedhjeve, do në sondazhet nuk i kapin këto lëvizje. Nuk ka të ngjarë që të ndodhë një gjë e tillë, që një parti të arrijë një rezultat shumë ndryshe se sa ajo e sondazheve. Vështirësisht mund ndodhë. Ti bëj një pyetje për sondazhin? Po, me gjithë respektin për qarkun e Kukësit, kemi dhe 11 tjera. Jo për Kukësin, për përgjithësi. Se pash që numri është 1200 persona të sonduar për gjithë Shqipërinë, apo? Po. Tani kjo është në mënyrë proporcionale për çdo qark që do të thotë, qofse qarku Kukës ka 5% të zgjedhësve, a janë marrë 5% të intervistuarve që t'jenë nga Kukësi, dhe nga këto 2% do t'jenë nga Hasi, 2% nga Kukësi dhe 1% nga Tropoja, domethënë është bërë në mënyrë proporcionale apo është bërë në mënyrë të random, domethënë të përzgjedhje e çfarëdoshme? Rastësore. Rastësore, më falë, se s'po gjej fjalën shqip. Rastësore e përfaqësuese. No,
Pyetja juaj është shumë e saktë dhe më lejon të shpjegoj më mirë dhe përbërjen e kampionit. Kampioni është përfaqësues dhe proporcional pra sipas qarqeve, por meqense disa qarqe, sikurse ju me të drejtë thatë, po të ishte pra proporcional kampioni, do kishin bërë shumë pak intervista. Në ato pra qarqe të vogla kemi bërë në intervistë më shumë në mënyrë që të na bëjnë të mundur të kemi një bazë intervistash të mjaftueshme për të përpunuar dhe nga ana statistikore pra intervistat. Pra, numri intervistave? E qartë. Sqaroj pak të elementin. Jo, që ti japim ritëm tonë, sepse kurioziteti sa vjen dhe shtohet duke kaluar nga një qark më i vogël në një qark më të madh. Qarkun e Gjirokastës, ju lutem. Në qarkun e Gjirokastrës, ku janë në lojë 4 mandate, Partia Socialiste merr 54.1%, 3 mandate, 53.8 ka pasur në 2021 dhe po në 2021 ka pasur 3 mandate. PD-ja 34.8, një mandat, 43.3 ka pasur në 4 vjetë më parë, një mandat po 4 vjetë më parë. Ndërkohë, koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 4.4, Partia Mundësia 3.3, Social-Demokratët 2.6, 1.2 kanë qenë para 4 vjetësh, Partia Lëvizja Bashkë 0.3, Koalicioni Euroatlantik 0.1, Koalicioni Djathtas për zhvillim 0.1, të tjerët 0.3, ndërkohë që në 2021 kanë marrë 1.3%. Spaju, si e shikon këto? Po, besoj që ajo shprehja romake për çaje sundo do kontrolloj gjithë zgjedhjet e 2025-s. Për dijenin e publikut, në qarkun e Gjirokastrës janë në vitin 2021 janë 1500 vota që bëjnë diferencën, sepse 1500 vota bënin diferencën të një rezultati 3-1. Nëse 1500 vota kalojnë në thesin e opozitës, rezultati shkon 2-2. Po ta shikojmë, përsëri opozita e ka të pamundur që ta çojë në barazim, dhe ajo çfarë e pengon opozitën është mungesa e një leadershipi opozitar që të bashkonte opozitën të bashkuar, që gjithë këto vota të partive të reja që bëjnë tjera e ka të pamundur. Kisha një pyetje për zotin Gjulioto. Ka një përllogaritje nëse këto partit e reja, pra 4.4 e Shqipëria bëhet, Mundësia 3.3, Lëvizja Bashkë, e tjera. E çon rezultatin barazim. Nëse nuk do ishin, ose do të ishin inkorporuar partisë më të madhe, do kishte ndryshim rezultati, do kishte barazim 2.2, apo sërish do të kishim 3-1. Kush mund ta thotë këtë? E vërteta është se në politik ekziston matematika që është shumë e rëndësishme, por ekziston dhe politika. Të mbash së bashku pra gjëra të ndryshme ose gjëra që nuk mund të rrinë bashk, jo gjithmonë pra shumatorja është e barabartë me totalin, jo gjithmonë mund t'i mbajmë të bashkuar pra këto numra shumë të gjëra, kjo s'do të thotë që nga pikpamja aritmetikore mund të shumohen, mund të mblidhen. Pra, ka ndodhur shumë shpesh në Itali, për shembull në raste kur janë bërë përpjekje të mbahen bashkë disa parti, jo gjithmonë shuma matematikore, aritmetike mund të mbahet e gjitha bashkë. Rrugës humbasin, domethënë, po themi numrat. Pra është çështje kimie, jo çështje aritmetike. La sua definizione è meravigliosa. Ajo që ju thatë, pra për kufizimi juaj është i mrekullueshëm, është kështu. Është edhe matematike, po jo vetëm matematike. Shiko, qarkun e Gjirokastrës doja ta komentoja në një pjesë tjetër, sepse në një aspekt tjetër, sepse rënja e Partisë Demokratike është shumë drastike, gati 10%. Jo, ka shtuar, në raport me vitin 2021. Jo, ka shtuar. Jo. Ka shtuar 4%. Ka qenë 30% atyre. Ka qenë vetëm 23 thotë.
tabela. 43 Bashkë me Lesinë aty, është bashkë me Lesinë. Po, nuk ka rëndësi. Ka qenë 12% LSI aty. Po, gjithë S'ka qenë bashkë, ka qenë shkëputur. tani ishin Aty është faktori Tavo. Me pas Aty është faktori Evangel Tavo. Aty ka një gabim. Ishin 2-2. Me pas qenë 2021-shin 43%, do Ishte ishte 2-2. 2-2. Se duhen 40% që të marrësh mandatin e fundit, e të bëhet 2-2. Ishte 2-2. Ka qenë, do ishte 2-2, jo, është shkëputur. PD ka qenë 30%, ka një gabim aty. 31 duket një gjë e tillë. Dhe ka pasur 12.6%. 12% ka pas Lesia, po. Sa po e kontrollova. E ka pasur 30.66 PD-ja, 12.68 LSI-ja dhe 53.83 PS. Arsye pse e kontrollova tani, para se me fole e kontrollova online, ishte sepse unë përshkoj një fenomen interesant. Dhe shqetësimi i kryesor i yni është ku kanë shkuar votat e LSI-s. Pra një pyetje që kemi neve, jo, janë ndarë përgjysë. Pas. Po, janë ndarë përgjysë. Pra, shikojmë që votat janë ndarë, sepse edhe PS ka ngelu solide, edhe PD ka shtuar 4%, dhe ndërkohë kemi edhe votat të partive të tjera. Mund të kemë vetur dhe të partitë e tjera të vogla votat e LSI-s. Po, shikojmë që PD ka shtuar 4%, nga zgjedhjet e kaluara. Tani ai një element që do të shpjegoja unë që parë që është i rëndësishëm, mendoj unë të paktën, dhe që neve nuk e masim dot për fat keq, është vota diasporës. Vota diasporës duke qenë se jemi duke folur për 13-14% të votave totale. Dhe në këtë sondazh sa rova ta thoshja, dhe në këtë sondazh, si gjithë sondazhet nuk ka vota diasporës. Nuk përfshihet vota e migrantëve. Ajo që dimë, dhe prandaj edhe përmenda pak më herët me Kuksin, dhe vazhdon Gjirokastra është që sa më pak vendimtar dhe sa më pak, po themi, i përmbyt shumë rezultat tjeta, që pak ka pasur interes partit që të regjistrojnë nga diaspora. Edhe në Kukës, për shembull, janë 3.970 që përmenda unë që është qarku që ka më së paku regjistrime, pa çka se ka pafund në migracion, ka 3.970 ose 1.6% i totalit të emigrantëve që janë regjistruar. Lidhet edhe me PD-n. Sepse asnjë parti s'ka pasur interes të madh me i regjistru. Jo, është dhe mungesa e dokumentacion. Jo, o s'kan interes me regjistru, nuk kanë, sepse nuk bën diferencë vota. Në Kukës i ke shtetas kosovar ata. Jo, më fal, ajo që po them unë është që PS-ja të marrë një mandat më shumë. Do shumë punë, do shumë. O do të dyfishohet, është pamundur, është investim pa nevojshëm. Në qark Gjirokastës po ashtu. Pra qarku Gjirokastës ka, edhe pse është pafund me emigrant, edhe një ndër qarqet që ka më së shumti përqindje emigrantësh, edhe ka një zbritje të madhe popullsisë diku 12% në brenda dy censuseve, janë regjistruar vetëm 3.5% të totalit ose 8.487. Pra, numri i votuesve të diasporës më masiv është atje ku ka peshë dhe mund të bëjnë diferencën. Pra ku ka garë. Qarqet vogla si punë e Kuksit dhe Gjirokastës nuk ka garë, se mundësia për të përmbysur rezultatin është minimale. Këtë janë duke theksuar. Dhe prandaj edhe nuk është asësi që numri i diasporës, votuesve të diasporës që përkas këtyre qarqeve që janë regjistruar është shumë të pakët, sepse partitë nuk i kanë dhënë zor me regjistru njerëz nga këto qarqe. Sepse është investim pa ndonjë leverdi të madhe, sepse nuk sjell ndonjë përmbysje. E kundërta ndodh në qarqet e mëdha, ku gjejmë në Tiranë kemi pafund të regjistruar. Në Tiranë kemi 52.425, pra 21% në Fier, në qarku 2 është 32.559, Elbasan 25, që këto janë dhe qarqet ku mund bëhet diferencë votat. Kjo bën sens nëse partitë do regjistronin në Tiranë vetëm tiranësit, po në Tiranë janë të ardhur edhe nga Jo, partitë kanë bafusur struktura për të gjetur se ku me gjetë. Mos ai gjej hallën. Ne kemi parë patronazhistët që ata i njohin atë proces. Çiko. Çdo parti ka informacione sa të procesat. Shkojnë edhe në Malinatos. Ata informacione marrin gjithë nga iranianët. Merrta nuk kishte që kur ka dalë lista e patronazhistëve, ata informacione kemi edhe ne tani. Se patronazhistët, po vetë skandali patronazhistëve tregoi që ata njohin edhe numrin e këpucës, shenjë zodiakale, edhe pinën e celularit, ata njohin me siguri. Pra ata kanë mjaftuar shumë informacion, edhe kjo tregon se kanë bërë një veprim kirurgjikal. Nuk kanë harxuar energji atje ku nuk sjell përmbysje ose ndikim thelbësor në rezultatin elektoral. Dhe kanë investuar më së shumti atje ku pesha e votës të diasporës ka një impakt të madh elektoral. Se ka një shqetësim të Ramës për votën e emigrantëve në Greqi. Po. E ka posaçërisht për Greqinë, sepse të gjithë bazën më të madhe të votave që ka Edi Rama është në Greqi. Atje ka struktura që nga 91, 92 kur kanë ikë emigracioni i parë. Atje ka fluksi më të madh votave dhe atje ka bërë investimin më të madh me patronazhimin. I ka gjetur atje ku jetojnë atje nëpër Mali, nëpër Kodra, i ka gjetur, i ka regjistruar
dhe i ka përgati për të marrë fletën e për votuar. Megjithatë mund të them se nisa ta thosha për Gjirokastër, po më ndërpreu Adri, s'ka gjë Adri. Unë mendoj që duke marrë në konsiderat koeficientin e gabimit, që është 2.8, mendoj që për Partinë Demokratike ka ende kohë që ta barazoj rezultatin. Po flasim në aspektin e numrave. Pra sot është 34.8%, në qoftë se koeficientin e gabimit ja shtojmë, shkon tek 40%, 37-38%. 37.6%. Dhe në qoftë se bie numri i kjo përqindje, pra i bie Partisë Socialiste. Mirë mo, thash po bëjmë analizë aritmetike. Edhe diçka me matematikë në Lulbashës. Jo aritmetike, po politike, fakti që Tritan Shehu aty është legjendar dhe fakti që shumë prej strukturave kam pa kënaqësi, më çedon shumë që... Okej, kalojmë tek një nga çështjet. Ka kandidat të vjetër, ka përshtatur Babarama është krenar për të fakt që një qytet të vjetër i ka dhënë një kandidat aq të vjetër. Shiko se nuk është politikën unë nuk është mas me moshën donë. Sa me i ri dhe se kamion sa të rinjë, sa bryla donë që... Babarama qëndroi deri tek fizika dhe kimia, nuk shkoi tek arkeologjia me këtë. Politika është frym, po arriti... Dhe kalojmë tek qarku, një nga qarqet donë ndoshta më interesante, të Dibra. Në Dibër janë 5 mandate në loj, Partia Socialiste me 25.2% merë 3 mandate, si pas sondazhi. Ndërkohë, në vitin 2021 ka marë 24.7% dhe ka marë 2 mandate, PD-ja merë, si pas këti sondazhi, 24.9% dhe merë 2 mandate, 52% ka pasur në 2021 dhe 3 mandate. Pra shikoni do në vetëm me 0.3% luet. Një vot, nuk me vëton 0.3, shumë, një vot. Një vot merë të tretin. Kush është një vot sipër? Dhe këtu shifet... Jo, përmbyset mund të përmbyset 0.3% dhe përmbyset rezultatin. Por një vot, në qofë se PS një vot më para se PD-ja, merë 3. Qofë se PD është një vot për para PS-s, merë 3. Ndërko, vazhdojmë me partitë e tjera. Nisma Shqipëria B 3.3, Mundësia 4.2, Socialdemokratët 1.5, 0.3 Lëvizja Bashk, 0.1% Koalicioni Euroatlantik, 0.2% Koalicioni Djathtas për zhvillim, të tjerët 0.3%, ndërkohë që në këta partitë e tjera kanë marrë 1.7% në 2021. E do më aty të 2021 për sqaruar, prap ka bërë PD LSI bashk. Po. Por 2021 ka votuar veçmas, sa për sqaruar. Kjo është... Ka një problem, ai brezi atje 2021 është bërë ku e kanë futur bashkë për të llogaritur si vjet, me që janë koalicion si vjet, por 2021 kanë garuar veçmas e kanë thirrur përqindje. Edhe PD-ja ka... Jo, aty janë bërë bashkë, Jo, po 2021, se me qëse 2021 LSI-ja ka pasur 7%. Po. Pra, për të thënë pak, për të kuptuar që ajo aty është një lloj... Zoti Spahiu kandidonte nga LSI-ja. Jo, për është një lloj... Dhe sërish Zoti Spahiu kandidon në listën e... E ka fjalën që aty është bërë një lloj për llogaritje mekanike tani, por nuk është pak orientuese, sepse votat ka qenë të shkëputura PD LSI në 2021. Por të dyja bashkë kanë marrë 52%. Po, por nuk kanë garu bashkë, se po të ishin 52%, 24 rezultat do ishin ndrysh. Po ne, si s'ka rëndësi kjo gjë. Në këtë rast, po ta sqaruar. Gara do jetë e fortë. Sepse edhe atëherë diferenca ka qenë më pak se 1%. Pra, nëse për shembull tani është 45.2, 44.9, atëherë ka qenë përqindje shumë e vogël diferencë dhe u përmbys 3.2. Kështu që kjo garë është shumë e madhe. Kjo është garë shumë e fortë. Gara në Dibër duket që është shumë e fortë. 0.3% që në qoftë se i futim faktin e koeficientit gabimit, në qoftë se i futim dhe faktin që një pjesë e votuesve të Partisë Demokratike mund të jenë pak të trembur për të deklaruar votën, unë mendoj që rezultati mund të përmbyset. Plus është edhe votet dobishme. Shumë për qytetarëve mund të kenë një preferencë për të votuar, por kur vjen puna, pastaj nuk duan që votën ta çojnë në një kandidaturë që nuk përkthehet detyrimisht në mandat, dhe shpesh, dhe kjo është një gjë e studiuar tashmë shumë mirë në shumë vende, nuk është vetëm praktike në Shqipëri. Jam kurioz në këto zgjedhje. Maten edhe përpiqen që t'japin një vote që përkthehet në mandat preferencës së dytë.
Pra mbase preferencës së parë se japin dot, sepse preferenca e parë Zylo, jam kurios në këto zgjedhje në Dibër, çamt e Dibrës do votojnë për Social-Demokratët, Partinë Social-Demokrate, apo do votojnë për Partinë Socialiste? Si e parashikon ti? Unë mendoj që ata mund të kandidoni dhe vetëm, edhe kanë bastion Dibrën, por... E ka qenë konjunkturale e PS-s, apo jo? Tek Partia Socialiste. Qëtë determinuese, apo Tek caktuse? Partia Socialiste mendoj që do shkoj. Janë PS-s, e kandidat ka shumë PS. Unë mendoj vetëm edhe fakti që ne kemi parë që në Dibër ka pasur dhe incidente elektorale, besoj që janë djeni edhe për shkak të situatës forte edhe për sondazhin. Gjithashtu mendoj që edhe pse koalicioni PD-ASHM i ka çamët brenda, po është një faktor tjetër i çamëve në atë zonë që nuk është se ka pas ndonjëherë direktiva nga Partia Çame e Tiranës, kështu që S'ka pas lidhje me çamërin. Ka qenë një ujdi konjunkturale kohës që ishte jetë shkurtër, se me njërë pas zgjedhjeve kandidati që ishe nga PD-uja shkoj edhe u bë me PS-n, kështu që nuk është më faktore që është e për të marrë Gara është e fort dhe fakti që zoti Berisha për brenda pak ditëve ka vajtur 2 herë, sot ishte prapë maqellar, duket. Maqellar, burrel. Do të thotë që edhe në bulqizme minator. shpreson shumë që të ketë një rezultat fitues. Dibra është për një vot. Kush merr një vot më shumë, merr një mandat më shumë. Edhe ata sondazhi e kanë nxjerrë thuajse një. Po pra, po dhe ata dinë edhe është shumë betejë ashpër në lidhje me ata që do marrin mandatin. Ilir, në vitin 2021 para 4 vitesh, diferenca në vota, të cilën i ka bërë të mundur mandatin e tretë Partisë Demokratike, ka qenë shumë e vogël. Duke marrë parasysh e para çarjen e votës me parti të reja, duke marrë parasysh potencialin e kandidatëve me shumë para dhe burime financiare të socialistëve, duke marrë parasysh që ka pas 3 të deleguar shumë të fortë në vitin e fundit, ka pasur Belinda Ballukun, ka pasur Blendi Gonxhen dhe tani ka Blendi Klosin, jo në vitin e fundit. Duke pasur për 2 vitet e fundit. Për 2 vitet. Sërën si ka, ndryshon në gjë. Mendoj, unë jam nga ata që mendoj që rezultati 2021 do kalojnë favor të PS-s në Dibër. Arsyet pse opozita po shpenzon energji në Dibër është sepse aktualisht në të gjitha sondazhet vetëm 4 janë qarqet ku mund të realizoj fitore. Dhe po të cedoj të këto qarqet, cilat konsiderohen një lloj bastioni i opozitës, atëherë ka dalë tërësisht nga lufta drejt të pushtetit. Se po ta shkojmë më pas, do vim nga Tirana e poshtë, Tiranë, Elbasan, Durrës e të gjitha, është e pa mundur që rezultatit kaloj në favor të opozitës. Dhe për këtë arsye ajo do të mbroj bastionet. Një parti që bie nga bastionet, domethënë shkon drejt një shpartallimi, domethënë dhe opozita dëshiron mos përsëritet historia e zgjedhjeve të pushtetit lokal, ku nga 61 bashki humbi 55. 304 vota ka qenë diferenca. 304. Po pra shumë e vogël. Po të kishe PS 305 vota, do kështë marrë mandat e tretë. Këto partit e reja, 3.3, 4.2, 0.3, 0.1, këtë kanë dëmtuar nga Këtë ishte moment ideal, për shembull që ata duan opozitën që të bëjnë një ujdi në Rogoz, që nuk kandidojnë fare, të tërheqin që e tërheqin me kandidatin e thonë këtyre shkoni votoni atje. Ky është moment ideal për të marrë të një marrëveshje. Kjo është problemi në ndihmë të opozitës. Nuk ka arritur. Jo vetëm të gjitha këto parti, po mjafton 1 ose 2 parti. Nuk kanë arritur që të bëjnë një deal edhe tjetë e hapur dhe Partia Demokratike, dhe të konë Partisë Demokratike, kjo detyrë për të bërë atë që thot Adri, se nuk e bën i vogël, e bën me i madhi. Po, edhe mund të kompensojnë diku tjetër. Edhe kompensojnë diku tjetër. Që në Elbasan, ose në Elbasan, ose në diku tjetër. Ku është nga sondazhet e brendshme? Ku ka shanse me marrë një kandidat ta? Po pra, nga sondazhet e brendshme ata e dinë, e shohin, se kanë dhe partitë sondazhet e veta. Edhe kanë më të sakta, ti je sigurt që kanë më të sakta. Një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe do të vazhdojmë në pjesën e dytë me qarqet e tjera. Në radhë është qarku i Lezhës. Rikthehemi sërish në transmetim në drejt për drejt. Jemi duke publikuar, duke pasqyruar rezultatet e fundit të sondazhit që televizioni Report TV ka bërë në bashkëpunim me Institutin Italian Piepoli.
Deri tani kemi parë qarqet më të vogla dhe tani është radha e qarkut të Lezhës. Regjia tabelën ju lutem. E qarkut të Lezhës. Qarkun e Lezhës janë 7 mandate në lojë, në garë. Me sondazhin e sotëm, Partia Socialiste merr 42.1% të mandateve, të votave, 3 mandate, ka pasur 38% në vitin 2021 të votave dhe 3 mandate. Pra ka një rritje me 4%, por gjithsesi nuk arrin donë që të marrin një numër më të madh mandatesh, ngelet në 3, gjithnjë sipas këtij sondazhi. Ndërkohë, koalicioni i PD-s nga 57.8% që ishte në zgjedhjet e kaluara bashkë me LSI-n, zbret në 47.9%, po sërish arrin të mbaj 4 mandate. Ndërkohë, koalicioni Nisma Shqipëria bëhet merr 3.9%, Partia Mundësia 2.6%, Socialdemokratët 0.9%, 0.5% kanë pasur në 2021, Lëvizja Bashk 2%, Koalicioni Euroatlantik 0.1%, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 0.2%, të tjerët 0.3%, ndërkohë që në 2021 kanë marrë 3.2%. Kreshnik, bindës ky parashikim për ty? Po, bindës dhe është ka një karakteristik ky sondazh që ka nxjerr një realitet që nuk e prisja që të reflektoj. Çfarë realiteti? Të majtët kanë bërë një lëvizje të fundit në Lezhë me shpresën për ta ndryshuar rezultatin. 2 kandidatët më të fuqishëm të partisë të Tom Doshit, të Partisë Social-Demokrate, janë tërhequr nga gara dhe janë tërhequr në marrëveshje, pavarësisht se nuk është publikuar, me shpresën që do të ndryshonte rezultati dhe po ta vëmë re edhe në sondazh Partia Social-Demokrate ndonë se ka qenë shumë lart në kuotim në qytetin e Lezhës për shkak kandidatëve të fortë, tani kuotohet në 1%, si pasojë që të mblidhnin, të maksimalizonin votat e majta tek Partia Socialiste. Megjithatë, sipas të gjithëve informacioneve në terren, ka një pakënaqësi shumë të fortë në të gjitha bashkitë e këtij qarku dhe unë i qëndroj mendimit dhe mbështes rezultatin e këtij sondazhi që opozita do ta ruajë përsinë dhe fitoren 4-3. Po, edhe unë mendoj që opozita do ta ruajë këtë rezultat, ka një bastion të fortë siç është Bashkia e Mirditës që e ka Partia Demokratike ndërkohë, dhe Partia Social-Demokrate kishte një pjesë, kishte një fuqi elektorale aty, në qoftë se tërheqja është bërë me marrëveshje, siç thot zoti Spahiu, është një taktikë elektorale, po si duket nuk do ta japi efektin që prisni. Unë mendoj me rezultatin që është tani lufta shumë e ashpër, pavarësisht se këto partitë e reja nxjerrin rezultate disi të ndryshme dhe që nuk mund ndikojnë në rezultatin. Unë mendoj që me listën e hapur dhe disa nga këto parti kanë hyrë me listë hapur e bëjnë më të mundshme që rezultati i tyre të jetë ndryshem nga ai që paraqitet në sondazh dhe mendoj që pjesa më e madhe e këtyre partive, kandidatëve të tyre janë marrë nga e djatha. Duke filluar edhe te Nisma Shqipëria bëhet, unë njoh sekretari i përgjithshëm i kësaj force, Delton Laskaj, ka qenë antar forumi, ka qenë djalë forumi, ka qenë gjithkohën, kemi qenë bashkë në forumin e Partisë Demokratike, dhe ka qenë dhe strukturë e lartë e Partisë Demokratike në Kurbin. Mendoj që nëse rezultati i këtyre forcave të reja del i ndryshëm nga ai që është paraqitur në këtë sondazh, edhe që do të thotë që marrin përqindje më të lartë, atëherë unë mendoj që përqindja e Partisë Demokratike dhe koalicionit do të bjerë akoma më shumë dhe kjo do rrezikojë shumë mandatin e 4 të Partisë Demokratike. Nurellari? Me këto përqindje shikoj të vështirë që të kemi një lloj përmbysje nga ky rezultat i sondazheve, me thënë drejtën, do duhej që një parti të shkonte 58% që të merrte nga tjetri mandatin e tjetër, pra të merrte mandatin e 5 në rastin e PD-s, dhe po ashtu do duhej që të kishte një përqindje shumë të madhe diferencë,
shtesë, po themi që PS-ja të merrte mandatin e 4 nga PD. Kështu që është të vështirë që të kemi një ndryshim rrënjësor. Unë nuk i njoh dinamikën në terren, po kështu numerikisht shkurtimisht është diferencë e madhe. dinamika në terren neve na tregojnë që si në Dibër dhe në Lezhë ka pasur përplasje midis forcave politike apo aktorëve kryesor, dhe tashmë duhet shohim dhe si këto do ndikojnë tek zgjedhësit. Okej, por do doja ta pyesja zotin Gjulioto për qarkun e Lezhës. Ka mundësi për mbysjeje pra nga 3 për Partinë Socialiste të kaloj në 4. Sa vota duhen doon? Ka një mund të kalkulohet? Per fare il calcolo del numero di voti, Për llogaritjen e numrave të votave duhet të shohim edhe pjesëmarrje në votime, sepse kjo është si pasojë e pjesëmarrjes. E gjëja e përgjithshme që na thot ky sondazh ka një afrim të rezultatit pra me 2021-shit. Edhe për PS-n dhe PD. Në këtë moment, po të kaloj njëra parti tjetrën është e pamundur. Po kjo është po themi dhe në logjikën e margjit të gabimit. Qartë, Mund t'i bëj një pyetje? Ta shpjegoj pak shpejt. Për me që bërë të pyetjen, duhet 5% që PS-ja të marrë të 4-tin, e duhet që PD-ja të vej 58% që të marrë të 5-tin. Pra, diskutohet për mbysje, jo... Sa për ta shpjegova, pra, që të vej Partia Socialiste të marrë 4, duhet më ketë më shumë se PD-ja. Që do të thotë, duhet edhe 5, një më shumë të ketë atje në përlargarit. Pra, i bie të shtohet 5% më shumë. Që PD-ja të marrë të 5-tin, duhet shkojnë diku te 58% që të marrë të 5-tin. Do 10%. Është e pamundur, domethënë në farë mënyrë. Tani një pyetje. Sa është numri i të sonduarve në qarkun e Lezhës, nëse na e thot përfaqësuesi i Pjepolit? Allora, il numero di Numri të intervistuarve këtu si minimale është 80 për çdo qark. Për ata më të vegjëlit, po themi 80 qarqet e vogla. Kështu që pak a shumë jemi rreth 100 intervistuar pak a shumë, por keni parasysh është një gjë e rëndësishme kjo. Dua t'ju marr në një sekond tjetër, por është e rëndësishme të themi, të shpjegojmë se si funksionon ky sondazh. Ne sigurisht kemi marr parasysh intervistat e këtij sondazhi të fundit, pra këto 1200 intervista, por kemi pasur dhe fatin, për ju, për Report TV-n, që të bënim edhe më shumë sondazhe. Do me thënë, në përpunimin e të dhënave kemi marrë parasysh dhe të gjithë të, po themi, bazë të njohurive tona, që i kemi pasur nga intervistat e javëve të kaluar. Kjo është e rëndësishme, sepse Report TV ka bërë shumë sondazhe dhe kjo e bën pak, i bën më solide, po themi, ato përpunimin e të dhënave nga ana jonë. Kam dhe unë një pyetje që mbase duhet bërë në fillim ose në fund, por me qenë se u kujtova dhe kam allë se harroj. Shof që grup moshat, organizuesit e sondazhit i kanë ndarë në 3. Nga 18 në 34, 35, 54 dhe mbi 54. Dhe mbi 54 kanë marrë 38%. Ky është raporti i moshave në Shqipëri dhe a mos do ishte mirë që nga 18 në 34 të kishim dhe një grup mosh më të re, me qenë se sjellja e elektoratit të ri është pak e ndryshme? Pra kam 2 pyetje. E para njërë, ky është raporti i grup moshave në Shqipëri? Po e qartë, pyetja është e qartë. Po, zotit Gjulioto, shkurtimisht ju lutem që të kalojmë te qarqet e tjera. Yes, Ilir, që... Ka problem. Questo è interessante. Interessante si pyetje. Po, ne sigurisht kemi bërë një kampion që është përfaqësuesi i popullsisë, pra përbërjes së grup moshave të popullsisë shqiptare në moshë madhore. Nëse e kuptova mirë pyetjen, ju pra pyetët edhe nëse do kishim mundësi, pra për moshën e re të kishim një ndarje, po themi, të rinjve. Këtë natyrisht dhe mund ta bënim me përpunimin e të dhënave që kemi, po kjo është mënyra në të cilën është ndërtuar kampioni. Po nuk do të thotë që e dhënë, këto të dhëna ne nuk i kemi, pra në mund t'i ndajmë në 9 kategori dhe këto grup mosha që kemi, pra këto i bëjmë në nivel ndërkombëtar, pra i ndajmë gjithmonë në 3 grup mosha, të rinj që nga 18 deri në 34 vjeç, moshën e mesme, pra deri në 54 vjeç dhe më pas nga 54 e lartë. Pra ka shumë veprojmë në këtë mënyrë të që në ndarjen e grup moshave. E kuptua metodologjin tuaj, regjia, ju lutem qarkun e Beratit. Kusërish këtu janë në loj 7 mandate. Në zgjedhjet e kaluara kishim
5 mandate për Partinë Socialiste dhe 2 mandate për Partinë Demokratike. Ndërkohë, sondazhi i javës së fundit që publikojmë ne sot i jep Partisë Socialiste 57.2% nga 56% që ishte para 4 vjetësh, 5 mandate, ndërkohë koalicioni i Partisë Demokratike 26.4%, ndërkohë që në sondazh në vitin 2021 sondazhi ka vënë 41.6% Partinë Demokratike dhe koalicionin e saj, por duhet pasur parasysh që aty janë edhe votat e LSI-s, e cila do në bastionin kryesor e ka pasur në qarkun e 16% disi janë... Po, 16%. Ndërkohë, kemi koalicioni Nisma Shqipëria bëhet merë 10.7% në Berat, Mundësia 3.2%, Socialdemokratët 1%, Lëvizja Bash 0.9%, Koalicioni Euroatlantik 0.1%, Djathtas për zhvillim 0.2%, të tjerët 0.3%, 2% kanë pasur në 2021. Nurellari? Kjo duke shumë interesante dhe me befason edhe përqindja e madhe e... Shqipëria Nisma bëhet? Po, e Nismës dhe Shqipëria bëhet, e Lapajt edhe Shabanit. Po të që se shkojnë, për shumë e bërë llogari, 11.24% mund të marrë një mandat. Pra i bie që është afër gabimit, marshit gabimit statistikor. Dhe ndërkohë PD-ja mund të marrë të tretin në qoftë se shton... Pra në qoftë se shton edhe vetëm 1% merr mandatin? Me këtë lloj shifrash, po që se kanë edhe më pak se 1%, sa i bie 11.4, kanë 10.7, i bie më pak, i bie 0.7%. Pra më pak se 1% po të shtojnë ata marrin një mandat aty. Është interesante si rezultat, po që hapin pak zor ata, po edhe tregon atë bisedën që bën pak më herët, në qoftë se në këtë moment për shembull ka një lloj sensi vedie racionale që të bashkëpunojnë kundër qeverisë, partitë opozitare, tani që kanë bërë maksimumin, i kanë shtrydhur çfarë mundësish kanë dhe ata mund të kenë sondazhet e tyre, këtu ka hapësirë që të kontribuojnë. Faktikisht edhe atë mandatin do t'ja merrnin në këtë rast. Në kushte laboratorike kjo që thua ti do mundet të bëhet. Por partitë e reja thonë që ne jemi kundër si Ramës dhe Berishës. Ndodh kjo gjë në shumë vende. E para njerë nuk e di, apo sa për moment rasti i PSD-s, po themi që janë trequr kandidatët, me sa duket e kanë bërë nga në krau majt, e kanë bërë të gjë me sa duket, sepse njëjtin gjë po sugjerojnë me neve. E dyta ka vende të tjera për shembull ku e bëjnë të gjë, për shembull për të rrëzuar Gjukanovićin në Malë të Zi, kanë garuar 3 koalicione paralele që kishin identitet krejt ndryshme nga njëra tjetra. Një ishte parti filo-serbe, edhe kishte përfaqëson për pakicës serbe, drejtuar Krivo Kapiçi, një ka qenë tipike e malazesve opozitar të Bečićit, një ka qenë e Abasovićit. Rastin e zgjedhjeve të fundit... kontekstin tjetër. Nurellari, rastin e zgjedhjeve të fundit më të fundit në Francë. Në shkenca politike, në krahasim, ne bëjmë krahasim në rasteve më të ngjashme. Në çdo rast është konteksti ndryshe, sepse janë vende ndryshme, rrethana ndryshme. Po jam duke shpjeguar që në vendet e tjera, dhe ky është ilustrimi që po japun, më shumë se sa po bëj barazim, është që vendet e tjera, edhe pse ata janë shumë dallojnë për arsye matematikore, bën fillojnë ndërmjetësim. E njëjta gjë edhe në Maqedoninë të Veriut. Edhe në Maqedoninë të Veriut, për shembull, garojnë maja kundër njëri tjetrit, kur vjen puna pasaj, shqiptarët bëhen bashkë kundër maqedonasve, sidomos në komuna si puna e Strugës të Kërçovës dhe Kumanovës, dhe kundërta armiq janë për kokë me njëri tjetrin, që është Vërmërodomnia dhe Lesdimea, bëhen bashkë kundër shqiptarëve. Jo, po ta shpjegoj pak si fenomen, se këto procese të komplikuara na ke marr jo si komentator, na ke marr për të gjëra të komplikuara, ose ka marrë si berber. Unë për të bërë analizë ka marrë. Analiza do pak shpjegim tani. Po do dhe pak ndërhyrje. Po patjetër, po ndërhyrja ai dhe unë reagova ndërhyrjes atij. E shpjegoj pak analizë ideologjike, çfarë thotë politikë krahasimore. Politikë krahasimore bëhet edhe për te kufive kontekstet të ndryshme. Në fakt ka rasti më tipik është ai i zgjedhjeve të fundit Francë, ku partia e Le Penit doli mbi 30%. Dukshëm, mund të krijonte qeverinë. Ndërkohë, në balotazh u bën të gjithë bashkë, u trogjën kandidatët dhe qenë në mënyrë të dukshme. Absolutisht po. Jo në shumë underground. Jo, absolutisht po. Por dolën me deklarata publike, tërheqim kandidatët. Dhe aty ku është i dyti, ne do mbështetim të dytë. Eksaktësisht po. Okej. Tani një gjë interesante, më fal se ndryra, që LSI-ja praktikisht është zeruar
Jo, më ka vajnë partinë e vetë. Do më dhënë ka vajtë o të shpia vetë, se u mendoj që PS-ja nga 2021-shi, që ka këtë rritje, nuk është se s'ka si të paknaqur. Këta të paknaqurit e PS-s i ka zëvëndësu LSI-ja. Prurit e reja gjaku ri që ka marrë PS nga LSI-ja. Pra ti mendon se mund të kenë kaluar të nisma Shqipëria B? Jo, nuk besoj. Të nisma Shqipëria B nuk jenë dhe socialistë të mërzitur, që nuk votoj me PS-n. Po PS-ja tani për të korrigjuar atë pakënaqësinë që kanë elektorat edhe të votuesët e vet, ka marrë LSI-ja dhe ka eliminuar problemin. Duhet parë pak edhe, po themi, pyetja që është bërë qytetarit. Sepse a bëjmë marrë vesh e fjalë, mos bëjmë gjithmonë vend pikë pyetje metodologjinë e sondazhistëve. E marrë me qenë kemi ardhur, i respektojmë, kemi ardhur. Jo, i respektojmë, patjetër. Po i vun gjithmonë pikë pyetje, jo si e bën kampionimin, jo se si e bën pyetjen. Po mirë, por ne s'do vëm te Tirana aty ku duhet të përpiqemi të analizojmë. Pastaj i bie me pastaj me vun pikë pyetje metodologjisht shkencore të një institucioni të prestigjioz. E marrë me qenë dhe pris vërtet nga 2015 rezultatin e ka din bëjmë pyetje siç duhet, kanë mjaftuar shqiptar me rezultate. Un thash duhet parë pyetja, nuk thash është bërë pyetja mirë apo. Po e them duhet rezultati i vën pikë pyetje sepse një qytetar. Të votoni shkurt. Ora kjo është pyetja më troçe çdo sondazh. Mund të mos e di që koalicioni i Partisë Demokratike është me Partinë e Lirisë, e cila është ish LSI-ja. Pra është ekuacion me 2-3 panjohura dhe nuk thash është pyetja e mirë apo e keqe. Jo, po klasike. Parë natyra e pyetjes për të parë si ka mundësi që nuk e ka zënë sondazhi fare LSI-n në një qark si Berati. Po në rregull, pra këtë thash. Po të shpytës është koalicion ajo. Po këtë thash, Adri. Dakor, po se përveç se pyetja më klasike të sondazhe është po u mbajtën zgjedhjet sot. Përveç se për të sqaruar gjëra të komplikuara, po sqaro, mos u bëj dha. Komenti yt për qarkun e Beratit. Gjithmonë sa numra jesa. Pyetje pastaj po të dëgjojmë. Unë do doja të bëja 2 konstatime për Beratin. E para, mendoj që rezultati në qarkun e Beratit nuk do të lëvizë nga 5-2 për faktin sepse janë afro 10.000 vota të mbritura nga emigracioni dhe pritet ketë dhe më shumë, ndonse kryesisht janë vota nga Greqia të cilat ende janë të bllokuar atje dhe ku pretendohet sipas database-it që disponojnë këta patronazhistët socialistë që të varjojnë së paku 65% vota, pra socialistët në këto zona pretendojnë që të kenë më shumë vota se sa në qytet, pra në Shqipëri. Pra nëse vërtet në këto 10.000 vota apo mbi 10.000 vota kanë 65% socialistët, atëherë mandati 5 është i konsoliduar dhe rezultati 5-2. Për sa i përket partive, unë do të thoja që kam një konstatim. Përqindja e partive të reja, të cilat mund të rezultojë le të themi në qendër Tiranës, apo në qendër Beratit, apo në qendër Durrësit, 4, 5, 7 apo 10, ajo bie kur futesh në zonat rurale. Partitë e reja kanë gjitha një karakteristikë, që le të themi, kur të shkosh në Skrapar, përqindja e partive të reja do bjeri shumë. Kur të shkosh në fshatrat e Beratit, ajo do zbreci në 1%. Po ndërkohë Shqipëria bëhet me 10.7%. Po mirë, po pra këtë jam duke të thënë. Po? Pra, fatkeqësia e partive të reja është që për patin e tyre të keq nuk kanë struktura kapilare në të gjitha zonat rurale. Por këto zona rurale ta ulin përqindjen pastaj rajonale dhe të bëjnë që tulesh. Dhe unë në prognozën time, bashkënim dhe këta e flasim me datë 12 maj, jo nga eksperienca, e gjitha partive të reja, përveç Tiranës, asnjë parti e re në 11 qarqet të Shqipërisë nuk do kaloj 2.000 vota. Bashkënim këtë. Pra, asnjë parti e re në 11 qarqe përveç Tiranës, dhe njerëz do të themi të Tirana, në asnjë qytet të Shqipërisë nuk do marrin më shumë se 2.000 vota. 2.000 vota janë shumë, se dikush mund të... Po të shikojmë sepse tani fillon e të bëhet shumë kurioz për këto partitë e reja, sondazhi, duke kaluar tek qarqet që kanë mbi 7 mandate, sondazhi e kundërshton këtë. Por rast pas rasti, qark pas qarku do ta gjykojmë. Në ditët e fundit, ta them fjalën e fundit, në ditët e fundit,
avantazh ka partia fituese, që do të thotë elektorati pragmatist thot vota mos më shkojt dëm, po bëhem me fituese. Okej, Ka që është historia. Berati? Unë mendoj që Berati do tjetë rezultat edhe fakti që partia e LSI-s ose partia e Lirisë tashmë është inkorporuar të shtëpia e vetë partia socialiste, ma biti faktin fakt që nisma Shqipëria bëhet të ketë atë përqindje në qarkun e... Përse të habit? Ma biti sepse, duke qenë se është partia e re, duke qenë se kam problem strukturat, është shumë e pa mundur të mbash atë ritëm. Ne të paktën historia politike ka treguar që nëse nuk ke një rrjedhëzim kapilar dhe nuk ke struktura në çdo degë, është shumë e vështirë që dhe qytetarin ta marrë. Ndoshta mund t'i kenë krijuar, se historia e zgjedhjeve në Evropë ka treguar në Bullgari ish mbreti që kishte ikur para 50 vjetëve, a 40 vjetëve nga Bullgaria u kthye me 3 javë fushat. Mori pushtetin. Ne e mori në 97 mbretire, po... Ska qenë proporcional sistemi zgjedhor atje, proporcional rajonal. Se duhet sistemi që të induktohet. Ka dhe çështjen që sistemi nuk e lejon. Është dhe kjo çështje që... Tu duhet 12 dhe listat zgjedhore... Pastaj edhe qytetarët, nëse shkon në... Pra ju mendoni që kodi zgjedhor, kjo skem e ndarjes së mandateve, është fataliste? Fataliste. Fakti që problemi ka qenë gjithkohës. Kodi zgjedhor ka qenë problemi gjithkohës. E krijuar posaçërisht për atë punë. E krijuar posaçërisht. Po ne pamë të kaluara. Ne pamë sa kishte 100.000 vota LSI-ja dhe sa mandate mori. Mori 4 mandate. Po dhe mori shumë pak. Ndërkohë që... Duhet merrte 10. Në proporcional kombëtar duhet merrte 10. Absolutisht. Edhe një nga arsyet pse PS nuk donte ndryshimin e kodit nga proporcional rajonal në 12 zona në kombëtar, ishte pikërisht sepse nuk garanton fitoren në proporcional kombëtar. Okej. Regjia qarkun e Korçës, ju lutem. Tu në mos gabohem, janë në garë 10 mandate, po, 10 mandate, kanë qënë 11 mandate, zgjedhjet e vitit 2021, por një mandat për shkak të kurjes e numrit popullsisë dhe si rrjedhoi numrit të votuesve, nga 11 mandate deputetësh që kishte qarku i Korçës, kalon në 10 mandate dhe një mandat i shkon në qarkut të Tiranës. Por të shikojmë rezultatet e këtij sondazhi. Partia Socialiste merr 46.2% dhe përkthehet në 5 mandate. Në 2021 ka pasur 48.9 dhe kishte 6 mandate. Koalicioni IPD-s 33.5 merr 4 mandate, 47.6 kishte bashkë me LSI-n në 2021, ku kishte marrë 5 mandate. Ndërkohë, surprizë është koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet me 11% dhe merr një mandat. Pastaj Partia Mundësia 4.4, Socialdemokratët 3.9, 0.7 Lëvizja Bashk, koalicioni Euroatlantik 0.1, Djathtas për zhvillim 0.1, të tjerët 0.1, pra kjo është Korça. Kreshnik, e shikon që sondazhi të befasoj pak, sepse Shqipëria Bëhet vetëm 11% dhe merr mandat në Korçë. Shiko, besoj që sa vjen dhe bindemi për një fakt, që partitë e reja në Shqipëri mendoj që kanë humbur shansin historik për të bërë një koalicion dhe një pol tret, i cili do t'i mundësonte absolutisht, nëse le të themi këto 4 partitë të reja, do bashkoheshin dhe me ato 5 parti që janë fraksionet PD-s apo të opozitës, dhe do kishim një pol të tret kundër PD-s dhe PS-s, jam i bindur që përveç le të themi Kuksit ose Dibrës, një dy qarqe, në gjitha qarqet e tjera këto do merrnin deputet dhe do ishin një grup shumë i fuqishëm parlamentar me mbi 20 deputet në parlament dhe do mundësonin ato që ka ndodhur në Kosovë apo në shumë vende të tjera për të hapur perspektivën për një faqe të re në historinë e politikës. Është e qartë që
qoftë Partia Shqipëria bëhet, ka bërë një fushat mjaft të mirë, dhe unë mendoj që mund t'i rriten votat, se mendoj që nga gjithë partitë e reja, Partia Shqipëria bëhet ka më shumë vota në diasporë se partitë e tjera, përveç PD-s PS-s. Është e treta, sepse ka punuar, madje nga këto informacionet që ata pretendojnë të kenë më shumë vota në diasporë se sa në Shqipëri. Dhe nëse kjo ju rezulton, ata i afrojnë një mandati në Korçë. Megjithatë, prapë them se ndonjëherë është e pamjaftueshme dhe mund të jenë dhe viktima të numërimit votës etj. Por një gjë është e sigurt, nëse do të ishin bashkë, në Korçë do të prodhonin jo një, po ndoshta edhe 2 mandate. Ajo që doja të evidentoja unë, që nuk është vetëm në Korçë, por në gjitha këto qarqe që kemi parë, është një rezultat shumë i papërfillshëm i 2 forcave politike. Një është Lëvizja Bashk e zotit Qorri, që rezultatet e cilës janë shumë të vogla krahasuar me pretendimet e tij, dhe të qëndrojmë tek rezultati i Korçës dhe pastaj kur të flasim për se do kemi dhe projekcionin e kuptoj. E gjithë sa mandate merr në gjithë vendin çdo subjekt. Aty do të përqendrojmë për këtë. Për mua është një rezultat logjik dhe besoj do qëndrojmë në këto pra edhe një herë kemi këto shifra. 5 mandate PS, 4 PD dhe 1 Shqipëria bëhet. Dhe ndërkohë që në krahasuar me zgjedhjet e 4 viteve më parë, 2.7% ka rënë PS-ja në qarkun e Korçës. Prap kam këtë pikpyetjen për nismë Shqipëria bëhet, megjithse sondazhi tregon një rezultat dinjitoz, por kam pikpyetje për të marrë ajo një mandat në qoftë se futim koeficientin e gabimit. Stefan? Qoftë se humb mandatin, aty humb Shqipëria bëhet dhe merr PS-ja dhe vete 6-4. Mandatin që merr Shqipëria bëhet, sipas sondazhit, është mandati që normalisht duhet i kalonte PS-s në rast se nuk do kishte këtë përqindje Shqipëria bëhet. Më duket e çuditshme në fakt kur e mendoj përqindje shumë e lartë që ka nxjerr sondazhuesi, për faktin e vetëm se unë s'kam parasim as si takim elektoral të Shqipëria bëhet në qarkun e Korçës. Kush janë kandidatët, se mund të flasim pastaj Fierin, mund të ketë 2 emra që i ka publik, po në qarkun e Korçës ne nuk njohim asnjë emër. Nuk e dim fare ku është lista. Si është? Këta janë dhe listë hapur. Këta janë kandidatë që me voturi prej tyre do bëhet edhe deputet. Problemi është që ne nuk njohim asnjë kush personalitet që drejton listën. Kush është vokacioni i tyre atje. Edhe vetë drejtuesit e kësaj force nuk kanë bërë asnjë takim me qark. Unë s'di të kem bërë takim me qark. Asu nuk kanë pak, kanë vajnë aty të fermerët, por shumë pak. Ka qenë periferik si takime. Domethënë do të ketë një përqindje 11% që nuk e kisha as LSI-ja në 2021, dhe LSI-ja kishte diku te 6.4%. Dhe qarkun e Korçës po. Ka pasur një motor. E humbi për 1000 ca vota, që ishte Endrit Brahim Llari. Po. Brahari? Po, ajo që do bëj diferencë padyshim janë votat e diasporës, dhe nëse këta do ja dalin të përkthejnë këtë vullnet për të votuar në kuti votimi. Po më falë, po këtu nuk llogariten votat e diasporës. Se ka votat e diasporës. Sa i pastaj i bie që ta nxjerrin ai do të nxjerrë 2. Po pikërisht pra. 2 jo. Nëse ka se Kreshniku tha që ka shumë vota në diasporë. Shikon, 2 do 20%. Me kaq përqindje që Po, 11 diasporë. Po se s'rritet vetëm ajo në diasporë. Shikon, me kaq përqindje sa është, i vetmi që ka mundësi me shtu një mandat, mund të jetë nëse vete 6.4% Agron Sheh. Agron Sheh, po. Po. Dhe po thotë diku te 6% e merr mandatin, ja merr PD-s me gjasa. Po, PD-s mund të marr, po. Por në tilla rrethana ku diferenca nuk është aq e madhe, një numër i bollshëm i votave të diasporës mund ta përmbysë këtë rezultat. Dhe çdo thot përmbysje. Po do thotë që t'ja heqi Shqipëria bëhet. Që t'ja heqi Shqipëria bëhet, edhe madje edhe nëse flasim për një përqind e vota që janë mbi 8%, mund të ta shtojë edhe PS-s një më shumë. Ajo s'është përmbysje, është thellim. Po je përmbysje kuptimin që ne kemi një thellim rezultati. Se përmbysje, prandaj të pyeta, se përmbysje do thotë që t'ja çojë PD-s. Po padyshim, po. Marri mandatin e 5-4, po shkoi 6-3. Është thellim rezultati. Thellim, po prapë është jo përmbysje. Po nuk kemi më se një që ik në ande janë 2 diferencë më shumë. Dakor. Por përmbysje nuk po flasim që do ndrojë 0. Po.
Po në kuptimin e kësaj panorame, ne nuk do kemi të panoramë, është shumë ndryshe. Këtu duket si panoramë relativisht e ekuilibruar, sepse diferenca është minimale mes dy bloqeve. Po të shikojmë që nisma pavarësisht popularitetit nuk ka struktura në teren, dhe kjo është shumë e vështirë që popularitetit për qishmëria të përkthehet në kuti votimi, sidomos që nuk ka as figura lokale që të kenë infrastrukturë, të kenë rreth edhe miqësore, ku di unë, edhe numruse vëzhguese plot. Kështu që nëse ndodh kështu, dhe është kjo panoramë, gjasa më të mëdha janë që ajo vot. Edhe kjo që thoni ju është shallka më e rëndësishme ditën e zgjedhjeve. Ajo është që vendos që tregon pse është e rëndësishme një parti politike, se nuk mund të jetë vetëm one man show, se nuk kemi zgjedhje presidenciale, por do duhet që është si me garu në 12 Shqipëri të ndryshme. Pra ky sistem zgjedhor në qark që kërkon që secili qark të trajtohet si mikrokozm më vete, si një Shqipëri më vete, pra në 12 zona të ndryshme zgjedhore. Për këtë ja them që pavarësisht që kjo fotografi, sfida e parë është padyshim nëse këto vota përkthehen edhe çojnë njerëzit me votu, sepse ka një problem të madh, nëse njerëzit edhe këtu ka analiza për të punë. Është një Down, se ku di unë Gok, se janë shumë studiuesi kanë bërë të gjë që tregojnë se dalja në votim lidhet shumë ngushtë me probabilitetin e rotacionit. Pra, ka studime që tregojnë që pjesëmarrja në votim është një lloj kombinimi i faktorit të probabilitetit të fitores ose të përmbysjes, të kostos dhe përfitimeve që vijnë nga kjo përmbysje. Nëse probabiliteti i përmbysjes është shumë i ulët, sikurse po duket, në rastin e Shqipërisë dhe sikurse është retorika dhe sondazhet jo vetëm tuaja, por sondazhet e tjera tregojnë që zellje ose përshtypja për një val përmbysjesh minimale, sfida më e madhe ka përqenë që këto vota që janë kundër qeverisë, këto vota që përkasin partive opozitare me nxjerr me votu. Sepse njerëzit nuk e shikojnë që vota është mjaftueshëm, vota tyre është mjaftueshëm e rëndësishme për të bërë përmbysjen. Dhe nga ana tjetër, shqetësimi tjetër i madh është që në kushtet kur votuesit e opozitës e shikojnë që vota tyre nuk bën diferencën, është edhe më e lehtë për ta lëshuar votën për interesa të tjerë. Sepse nuk mendojnë se u bën një tradhti të madh, sepse shikojnë që edhe vota e tyre nuk e bën nuk e sjell përmbysje të madhe. Nuk e bën opozitën pra, dhe po mos sa votojnë thotë ai. Po ja bën deri ti komshis, ti mikut. Me mirë ja bën deri ose ti ja bën deri ti thesit që më vjen me miell, sa dorë parash. Rastin konkret në votat e këshilleve bashkiak kur kandidon në zgjedhjet në 2023. Partia Demokratike kur ka zgjedhje lokale del 25% në rang kombëtar, 23, 25. Të gjitha partitë e tjera marrin në mënyrë artificiale vota. Në mënyrë artificiale, edhe PS-ja bie kur është këshilli kombëtar. Dhe kjo është problemi që nuk i kushtojnë rëndësi këshillave bashkiak ose votave për partinë për përbërjen e këshillit bashkiak. I bëjnë der njerëzve që njohin ose kandidatëve që ja kërkojnë me insistim votën. Se nuk mendoj se pengojnë një të madhe. Po, nuk e pengojnë ndryshimin. Ama kur për kryetarin e bashkisë, aty është besnikëria edhe mobilizimi. Por pjesëmarrja, për ta theksuar, pjesëmarrja lidhet shumë me sa e ngushtë është gara, sa kokë më kokë janë. E në kushtet kur gara në moment kur nuk ka gara, ai nuk ka përshtatje që të bëjë nder, domethënë. Qarku i Shkodrës. Partia Socialiste merr 35.3% në këtë sondazhin ton të fundit, 4 mandate, 28.1% ka pasur në 2021-shin dhe në 2021-shin kishte 3 mandate. Ndërkohë PD merr 42.8, 6 mandate, 53.8 kishte në 2021-shin dhe 6 mandate, duhet kemi parasysh që në 2021-shin ishte LSI-ja e cila mori një mandat dhe këtu janë llogaritur bashkë. Targetoi kaloi ajo e LSI-s ka kaluar tek PS-ja. Ai më sa. Mirë. Është tjetër gjë, ka kaluar dhe vazhdon të jetë aty. Po problemi është doon që këtu për efekt llogaritje si subjekt është llogaritur doon tek PD. Llogaritë PD. Me këtë sondazh i bie që PS e ka marrë Tomdosh, e ka marrë PSD-s. I ka marrë mandat. Aritmetikisht. Po, nga 2 mandate që kishte zoti. Ka 1 tani. Ka 1. Dhe kemi Nisma Shqipëria bëhet 6.6, Mundësia 4.9, Socialdemokratët 8.6, Lëvizja Bashk 0.9%, Koalicioni Euroatlantik 0.1,
koalicionit Djathtas për zhvillim 0,2, të tjerët 0,6 dhe 3,4. Pra, ja dhe ju si që tatë pak më parë, Socialdemokratët kishin 15,2 në 2021 dhe 2 mandate. Doja të përshë diçka. Po. Tensioni Ramës me kryetarin e Bashkisë VAUD-s në lidhje me performancën e... Po, që i tha mos luaj me 2 porta. Luaj me 2 porta. Nuk ishe se kishe bënde me PD-n ose me opozitën. Kishe të bënde me PSD-n. Edhe porta e dytë ishe PSD-ja. Sepse, si që e dim edhe nga zgjedhjet e fundit në 2023, influencë shumë të madhë në zgjedhjen e tij për kryetar bashkie në VAUD-s ka pas Partia Socialdemokrate edhe Tom Doshit. Tjetër, shumë i rëndësishëm është dhe fakti që kandidati i LSI-s, që praktikisht mandati 6 i opozitës 2021, e bija ati sot kandidon në listën e PS-s. Po, pra, po. Dhe ai kishte vota personale. Vota personale, nuk ka LSI-a, ai kishte vota personale. Ishte LSI. Dhe ato vota tani nuk e dim se do transferohen, do kalojnë automatikisht te Partia Socialiste. Po, votat, do me thënë, Partisë Socialiste... Shifra të regojnë që i ka kaluar. I ka kaluar. Se nga 28,1, 35,3. Janë 7 fikta të vota. Partia Socialiste ka marrë votat e zotit Doshi, e Partisë Socialdemokrate, apo ka marrë votat e Agron Qelës, të cilat letë themi që janë vota personale dhe shkojnë nga shkon Agroni, pra votat e kujt ka marrë që është... Në fakto, votat e Qelës dhe të Doshit, për si vështirë do në për ti parashikuar dhe për ti... Tha më te për sondazhit i kapi. Të them dhe fjalin e fundit, acarimi i marrëdhënies, i komunikimit midis kryetarit Partisë Socialdemokrate, zotit Doshi, dhe kryetarit Bashkisë së Shkodrës, zotit Benet Beci, mund të jetë pasojë e këtyre sondazheve, e lëvizjes së trupës elektorale të Partisë Socialdemokrate, por zoti Doshi pretendon që në Shkodër të marrë 2 mandate. Pretendon, po them. Ka edhe diçka që më vëre zoti Babarama, koalicioni Euroatlantik tek përqindjet. Më bën përshtypje sepse në listën e tyre ata kanë 2 ish kryetar partie, pra që nga 2005-a, po. Pra ata e kanë ruajtur strukturën dhe më bën përshtypje se si që nga 2005-a deri sot që flasim pa unë darë, pa ishte kjo pjesë, ka gjithë ish kryetarët e Partisë Demokratike në listë. Po në asë një qarkë s'kanë marrë më shumë se 0,1%. Tani, tani nuk mund t'jap fakt. Nuk dim të shko. Sepse kjo ngre shumë pikë për njerëzit që e njohin partinë. Zoti Ramiz Çopa, po marrë zotin Çopa, që është një personalitet në Shkodër, kjo nuk diskutohet. Merë dhe zoti Abullin. Edhe në 2022 kur bën zgjedhje lokale në Shkodër, që ishte të njëjta strukturë. Jo, nuk po flas vetëm për Shkodër. Në çdo qark nuk ka marrë më shumë se 0,1%. Po prandaj ndaluam Shkodrës, në Shkodër e njoh pak dhe më ngre pikë. Jo, unë e njoh strukturën gjithandaj edhe në Lezhë. Nuk ka mundësi që ajo listë të dali me 0,1%. Ne po e marrim si të mirëqen. Ne po e marrim mirëqen pa hyrë analizës, po realisht unë njoh njerëzit që janë aty. Kur thonë nuk ka mundësi, nuk e merr si të mirëqen. Po e marr të mirëqen për hir debatit në studio, nuk do të hyj debatit për të vënë diskutim rezultate. Tani me gjithë respektin për zotin Çobo dhe me gjithë respektin për sidomos për zotin Basha, 0-1 delin Korç, 0-1 del nga do. Në gjitha qarqet ka dalë 0-1. Po pra. Edhe të bësh një sondazh. Që t'japim pak, Indrit, që t'japim se... Mua më habit, po themi që edhe kjo është një ndër shqetësimet më të mëdha, por edhe dëshmit që në tërësi qarku, rezultati qarku. Qarku i Shkodrës ka kaq shumë për Partinë Socialiste. Të më thënë, një përqindje ka që madhe, se një gjë është vota klienteliste, e ndereve favore që bënd punësuarve, një gjë është opinioni, pra njerëzit mund të jenë punësuar, ose të kenë një favor personal me aktor kyç si puna e Tom Doshit, ose dikujt tjetër që është person. Se çuditesh, aty ka lindur e Majta. Qemal Stafa, Vojo Kushi, Zef Mala, tani don e Majta e dik që kur themeluan Shqipëri, është tani don Agron Qela, Tom Doshi, se çuditesh. E kam të argumentet e para, ajo Majtje ka qenë Jugoslave, ka qenë shtetas Jugoslav, Tukjakova, Stavileci, e tjerë kanë qenë shtetas Jugoslav. Edhe ka qenë indikim me Jugoslavisë, nuk ka spontane se do në Shkodranët edhe u bën të Majt. Po stojmë në historinë e Partisë Komuniste, se aty ka shumë elemente të ndikimit Jugoslav. Po qoftë në bile edhe këtu kur është themeluar ka qenë tregtar
kryetar serbe që ka pas shtëpinë e partisë. Po s'pojmë detaje, bëj më thret për emision tjetër për të punë. Kur çajm hallin për rezultatet e zgjedhjeve, flasim edhe Partinë Komuniste, kush e ka themeluar nga direktivat e Po flisim për të majtën në Shkodër. Nuk ka të majtë Shkodra gjenuine, se këta që kanë qenë edhe Tukjakova. Ore, ka janë malazes, Vasil Shanto është malazes, Vojo Kushi është malazes, edhe është heroi i Jugosllavisë. Po s'pojmë detaje tani. Më kruajt e këtu tani, unë reagova se së mundi profesionale. Po dhe në Roxha që i heroi Jugoslavis, po tani... Jo, nuk ka spontanitetet, nuk është spontane, nuk është aty... Te kalojme. Flasim e tjetër, më shumë ka Për të majtën, po. Gjakovar komuniste sa ka Shkodran komunist në Shkodër. Po, aman, aty vepron. Po veç Gjakovar shumica. Në Shkodër vepron. Veç Gjakovar. Po, okej, vazhdojmë. Nuk e di kush ka dërguar, po nëse, po stojmë detaje. Jo se s'bavit kjo gjë, s'bavit shumë, se e ty të s'bavit, po flasim e tjetër për të punë. Ajo që ka rëndësi, mendoj unë edhe që më shqetëson, më thënë drejtën është që nuk i ka lënë shenjë. Do më ti mendon për shembull që nuk i ka lënë shenjë ato skandale, të këtë qeverisje, aferet, nuk ka lënë shenjë. Ti po pret për shembull që të paktën në një vend që ka një traditë si elektorati djathtë, të paktën në historinë e të votuarit, kjo do kishte një farë shenjë, do kishte një farë ndikimi. Edhe fakti që ka këtë blok besnik kaq të madh votuesish, edhe në Shkodër, ku nuk i ka themelet e mëdhaja PS-ja, se nuk ka një historik prej 3 dekadave që votojnë PS-n, është shqetësuese. Do më shtregon një lloj mbirje të elektoratit, do mendoja që unë nuk mendoja se do ishin shumë entuziast votuesit për një koalicion drejtuar nga Berisha. Këtë kemi parë që Shkodra ende kaluarën ka bërë, si thua, manifestime të individualitetit me votën për shembull që i dhanë bllokut të djathtë alternativ, pra nuk ja dhanë PD-s, po ja dhanë një blok alternativ në the-6 për zgjedhje lokale. Por të paktën probisa që këtu të kishte një përqindje shumë të ulët të votuesve të PS-s. Sepse mendoj që ka pasur mjaftueshëm skandale që e bën pak me turp, domethënë që ti je me PS-n, me thënë drejtën. Kur shikon njerëz në niveleve kaq të larta, ti mund të kesh një farë interesi se në punë edhe atje ti je buk në gojës, po të paktën kur të pyet dikush sondazhe, thua, pra kjo më shqetëson, dhe kjo më indinjon. Do kërkoja para se të japa fjalën Kreshnikut, do kërkoja mirë kuptimin e të 5 të ftuarve, do nëse kemi folur vetëm për 6 qarqe dhe kemi 6 qarqet më të mëdha dhe jemi do në vetëm gjysore kohë kemi. Do doja do në të ishit më konqis. Kreshnik, komenti ytë për Shkodrën? Mendoj që Shkodra nuk do të lëviz nga rezultati, ndonë se kam me dyshim rezultatin e Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit, sepse eksperienca e vitit 2021 tregoi që të gjitha sondazhet gabuan dhe nuk parashikuan dot rezultatin e fitores së Tom Doshit në Shkodër dhe në Tiranë. Por pavarësisht kësaj, edhe nëse Tom Doshi shkon në 2 mandate, unë parashikoj që rezultati të jetë e përsi e opozitës, që do të thotë të jetë 6 alianca e Shqipërisë Madhështore, Partisë Demokratike dhe 5 mandate që ndahen mes Partisë Socialiste dhe Social-Demokratëve. Nuk dihet se parashikoj që partitë në disa qarqe, partitë e vogla padyshim do të kenë rrudhje, në ditën e votimit dhe nuk dihet se ku do të shkojnë vota, ashtu siç nuk dihet dhe vota e emigrantëve në Shkodër se kuj do t'japi e përsi, po sa do që t'kete përsi, mendoj që do të shpërndan dhe nuk do të sjellit do të një rotacion pra të veriut ku të dali një e përsi e socialistëve. Nuk besoj që socialistëve. Vlorën, ju lutem. Kem një gjë statistikore shumë shkurt, qofse ulet PD-ja 0,5% dhe rritet PS-ja 0,5%, vete 5/5. Nga ana statistikore, me llogaritje statistikore. Okej, Vlorën, ju lutem. ,53,7% Partia Socialiste, 8 mandate, ka pasur në 2021 57,9, 8 mandate. Pra kemi një rënje, sa i bie, 4,2%. Krasuar me 4 vjetë më parë. Ndërkohë, PD 32,6, 4 mandate, në 2021 kishte 37,6 bashkë me LSI-n, 4 mandate.
Tani kemi Nisma Shqipëria bëhet 5.4, Partia Mundësia 5.6, Partia Social-Demokrate 0.5, Partia Lëvizja Bashk 1.9, Koalicioni Euroatlantik 0.1, Djathas për zhvillim 0.1, të tjerë 0.1 dhe 3.9 kanë qenë këto partit e tjera në 2021. Indrit, se është qarë ku ju të kuj? Jo, se shihemi nuk kam fjerin, po. Më falë, po, vlorën, po. 8 mandate janë salduara për Partinë Socialiste, fatmirësisht edhe 4 për opozitën, po problemi është që LSI-a këtu duket të rënë e EPS sepse nuk është kompensuar me LSI-n. Si që dini 2021 ndodhi ai konflikti midis ish president Republikës asaj kohe zotit Meta edhe Luan Ramës që ishte kandidat në qarkun e Vlorës, dhe nuk patin e rezultat në zgjedhje LSI-a, duket që rezultati i LSI-s nuk është kompensuar, domethënë PS nuk është kompensuar dhe ka rënje. Konsumi natyral i pushtetit duket edhe te përqindja. Do partit e reja 5.6, 5.4 duket se kanë ngryer, në real kanë ngryer nga të dyja palët këtu do. Para njerë do kuptojmë që janë prapë shumë afër, sepse nëse është margji i gabimit 2.9%. 2.8. 2.8%, më fal. Nëse është 2.8%, atyre se cilës i duhet diku te 1.2-1.3% që të marrin mandatin e fundit. Që ja marrin PD-s. Që ja marrin PD-s, normale. Pra, nëse kemi atë margj plus 2.8 ose minus, aty prapë kemi një mandat, nëse japin ata zorë ose ka struktura janë organizuar. Po më befason që kanë kaq pak, duke patur parasysh që janë në kësaj zone, domethënë edhe Lapa edhe Sheha janë dy prej këtij qarku. Dallojnë, se edhe në të folur nuk kanë dalë prej ky e folura në dialektale e zonës Labris, edhe sjellja atyre, kështu që kisha menduar që do kishte më shumë reflektim në votuesin e qarkut të Vlorës. Mbas e njohin më mirë? Si? Mbas e njohin më mirë? Po jo, se s'ka jetuar. Edhe ajo bën vaki. Jo, do të thoni donë që nuk mund të jesh profet në vendin tënd. Por prapë është e bollë, është domethënë se dhe në qoftë se kanë, po themi, infrastrukturë që ne nuk e njohim, edhe është brenda margjit gabimit. Pra aty mandati i 4 PD-s është i pasigurt. Mua më bën përshtypje. I pasigurt po e merr PS-ja apo e marrin këto tre? Jo, shanse më të mëdha kanë me 1.2-1.3%. I marrin këto partitë të tjera. Mua më bën përshtypje rënja e Partisë Socialiste, që është rreth 5% nga viti 2021 në këtë prag zgjedhjesh, edhe pse qeveria ka bërë investime pa fund në Vlorë, domethënë në përpjekje për të ulur. Në përpjekje për të ulur. Atë Lugomar ne kemi 15 vjet në përpjekje për të ulur dhe hënën. Sa ka dalë nga xhepi, po pavarësisht kësaj rënja është e konsiderueshme për mua. Duhet përfshim edhe fakt ka rritje, në Vlorë ka rënje. Shkurtimisht duhet përfshim edhe retorikën, sepse duhet kuptojmë që qarku i Vlorës është futur edhe në retorikë nacionaliste për çështjen e Belerit. Edhe më bën habim fakt që ka rënje Partia Socialiste, por tashmë do duhet shohim se si do të pasqyrohet, sepse ajo ka pas një përplasje të fortë me retorikë të paktën zoti Rama me zotin Beleri, por edhe vetë zona aty, për shkak edhe të konteksteve. Kreshnik, Vlora? Vlora ashtu si qarqet e tjera na bën të kuptojmë se sa shumë e favorizon sistemi elektoral dy partitë e mëdha. Që do të thotë, nëse do të kishim një Shqipëri, një zonë elektorale, të gjithë partitë e reja do të ishin në parlament me një numër shumë të lartë deputetësh. Ajo që do të kuptojmë me 12 maj, të gjithë këto partitë të cilat me shumë mund dhe sakrificë kanë nga 5-6% në çdo qark, nuk arrin do të provojnë dhe janë vota që shkojnë dëm, zarrohen. E para, e dyta, zoti Sefa bëri një konstatim shumë të rëndësishëm në analizën e qarqeve të tjera, që shpesh herë diferencën në qarqe e bëjnë kandidatët për deputet në atë qarqe. Që do të thotë me gjithë përpjekjet që logo e partisë e një partie të re të bëjë maksimumin për të pasur përqindje për të kaluar pragun, fakti që lokomotiva nuk duhet të jetë
lokomotiva që të kaloj pragun atë qark duhet jetë kandidati ose kandidatët. Okej, të kuptoj. Fakti që ne prap, më falë, vetëm të ambaroj me një fjali. Fakti që ne merimi prap themi Agroni apo Adriatiku dhe nuk gjejmë do të emrat se kush kandidojnë në këto qarqe. Okej, që ti mos përsërisim gjërat. Do vazhdoj me qarqet e tjera pas një hapësire të shkurtër publicitare. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, jemi duke njoftuar, duke bërë publike të dhënat e sondazhit më të fundit të Institutit Pjepoli për rezultatin e zgjedhjeve të 11 maj. Dhe janë qarqet e fundit dhe në fund do japim rezultatin përfundimtar. Sa mandate merr secila parti. Regjia, ju lutem, tani në radhë është qarku i Elbasanit. Partia Socialiste merr 55.7%, 8 mandate, 55.2 ka pasur në 2021, po 8 mandate. PD 26.9, 4 mandate merr me këtë rezultat të sondazhit, 41.5 ka pasur në 2021, këtu është për llogaritë dhe një mandat që e kishte LSI-a dhe në 2021 kishte 6 mandate. Nisma Shqipëria bëhet 7.3% merr si pas në 11 maj, si pas të sondazhit dhe merr një mandat. Partia Mundësia 6.6 merr gjithashtu një mandat. Socialdemokratët 1.2, Lëvizja Bashk 2, Koalicioni Euroatlantik 0.1, Djathas për zhvillim 0.1%, të tjerët 0.1%, në 2021 të tjerët kanë qenë 2.9. Kreshnik, si e komenton rezultatin e sondazhit për qarkun e Elbasanit? Do t'jetë një surprizë nëse 2 partitë e reja marrin nga një deputet. Do t'ishte një lajm i mirë që thyeshin disa barjera. A do t'jetë e vështirë? Do t'jetë e vështirë sepse kjo është javë vendimtare. Mos harrojmë që qarku e Elbasanit ka një numër të lartë të votash emigracioni. Dhe ajo mund të thyej presjet vjetora, qoftë për Partinë Socialiste, qoftë për Partinë Demokratike. Uroj që 2 partitë e reja ta ruajnë rezultatin. Elbasani është nga qytetet më të vështira dhe për shkak të... Po, të lutem Kreshnik, sepse kemi edhe 4 qarqe dhe jemi në momentet e fundit. Po, vazhdojmë. Po, zoti Bregu? Një garë ku mplekset lufta edhe e grupeve kriminale, po të kesh në konsiderat faktin që Spaku para disa ditësh ka qenë në Elbasan për të grumbulluar fakte, prova për këtë krim elektoral. Ajo që fjalia e dytë që doja thoja është që edhe këtu në këtë qark tregohet aritmetikisht që 2 partitë e reja, Shqipëria Bëhet dhe Partia Mundësia, kanë marrë nga trupa elektorale e Partisë Demokratike. Okej, Nuravari? E njëjta gjë më ra dhe mua në sy, është qartasi që nëse nga një ranë shohim që PS-ja e mban besnike në resht votuesin, e vetmja pikpyetje është çfarë po ndodh me elektoratin e PD-s, pra nëse nuk do kemi ndonjë ndryshim në qeverisje, e sigurisht do kemi një ndryshim me opozitën. Peçi? Dhe për mua është surprizuese që 2 partitë e reja marrin në një mandat, në informacionet që ka mund Koalicioni Euroatlantik duhet të jetë dhe ka një ekip të mirë, por tashme qëndrojmë me këtë premisa që 0.1% kudo do, nuk sigurisht sa duhet. Nuk më rezulton kështu, të paktën informacionet që kam unë në terren. Okej. Stefan? Unë më bën befasi që vetëm në qarkun e Elbasanit ka rritje nga 2021-shi. Kush? Partia Socialiste, edhe fakti është që në 2021-shin në qarkun e Elbasanit kishim kampionin e gjithë Shqipërisë për vota, zotin Tauland Balla, me i votuari. Domethënë ai ishte ka e gjithë parlamentarizmi shqiptar, po këtë vit besoj do kemi të tjerë personazhe të tillë për sa kohë që ka rritje në qarkun e Elbasanit. Ndërsa PD-ja mendoj që tregon më së miri gjendjen ku është. E qartë. Kalojmë tek qarku i Durrësit.
Partia Socialiste 48,8%, 7 mandate, në zgjedhjet e 2021-shit mori 8 mandate, me rezultatin 50,3%. Pra ka një rënje prej diku tek 1,5%, mos gabojmë? 1,5%, po. 1,5%. Koalicioni i Partisë Demokratike 33,8%, 5 mandate, ka pasur 47,6%, në këtë shifër 46,6% është përfshirë edhe rezultati që ka pasur LSI-a, e cila e humbi mandatin për 70 vota. Për 70 vota. Do ishe 7-7. Dhe PD-ja do në kishte 6 mandate. Pra, PD-ja 6, LSI-a humbi 7 për 70 vota, që janë dhe PS-s. Ndërkohë kemi, si pas sondazhit të sotëm, Nisma Shqipëria bëhet 8,5% merr një mandat, Partia Mundësia 6,9% merr një mandat, Partia Social-Demokrate 1,4%, në 2021 kishte 0,4%, Lëvizja Bashk 0,3%, Koalicioni Euroatlantik 0,1%, ore, vetëm 1%, Basha, Koalicioni Djathtash për zhvillim 0,1%, të tjerë 0,1%, 1,7% kanë pasur në 2021. Zyla, Durrësi? Është një qark që tregon logjikshëm Pëse ja umbet një mandat këtu dhe... rënjën e Partisë Socialiste, është logjike... Të dyja umbasin nga një dhe marin 2 partit të reja, Shqipëria bëhet dhe Mundësia, marin nga një mandat. Po Partia Mundësia, do më thënë, e ka pak të vështirë për të marrë një mandat në Durrës, në qoftë se marim në konsiderat koeficientin e gabimit, sepse është pavajtur 7%, në qoftë se marim në konsiderat koeficientin e gabimit, bie nga ajo, pastaj çështja është se kush do ta marrë mandatin e Partisë Mundësia, do ta marrë PS-ja apo PD-ja. Okej. Krashnik? Durrësi gjithmonë është nga qarqet më të vështira. Kam një rezervë për hir të vërtetës për këtë qark, për faktin sepse është qark i shtrirë, që do të thotë jam shumë skeptik që partitë e reja të marrin vota në Kruj, në Shijak, në Maminas, në Sups, në Gjirin e Lalzit dhe në Kënet, janë disa zona të cilat janë shumë të vështira për të ngritur struktura. Shpresoj që me frym të arrin, do më thënë, do ishte një sukses shumë i madh i emancipimit të publikut në Shqipëri, nëse vota jepet pa strukturë, pa celula jepet nëpërmjet mediave. Durrësi është bashkë me Tiranën janë dy qarqe ku popullsia urbane është dominuese. Pra në qoftë se mund të ndodhi në një ndryshim prej duopolit që përmendëm ju më herët, mund ndodhi vetëm në Tiranë edhe në Durrës, edhe në sjelljen elektorale, kështu që nëse ka një shanse që ky duopol sfidohet nga partia anti-establishment, vetëm këto qarqe e shikojmë. E pam që qarku nga ata vinin, dy liderët, po themi anti-establishment që vinin nga jashtë, ata përkatësia e tyre krajinore nuk ka ndonjë efekt. Pra, vota... Simboli i establishmentit të çlidhje ka me... Jo, në kuptimin e partive që perceptohen si tilla. Ndryshme, po. Po them si perceptohen, pastaj po ty pastaj biografi, për shembull, zoti Lapaj ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i zotit Spaiu, për shembull në Aleancën Kuqezi, nuk është se... Ka qenë Nxënësi. Po, Nxënësi, po. Okej. Pra nuk kanë të parashutuar. Por plasim nga një fjali për Durrësin, që të kalojmë te Fieri pas. Jo, surprizë është që bie në një mandat, edhe besoj edhe nga perceptimi që ka vetë Partia Socialiste, nuk është se i ka mirë punët edhe nuk mendon dhe vetë pëse që e ruan mandatin e 8. Okej, po. Perceptimet e Përstri anë në partitë opozitare, kjo është rësia dhe fakti që Partia Socialiste është pushtet, shërben pushteti si amortizator që mos të gryhet më shumë. Okej. Regjia Fieri, ju lutem. %49,4% Partia Socialiste, merr 9 mandate, në 2021 ka pasur 52,8% dhe po 9 mandate. PD-ja 31%, 31,9%, merr 6 mandate, në 2021 ka pasur 44,3% dhe ka pasur 7 mandate. Pra, PS-ja mban të njëjtat numra mandatesh, ndonë se bie gati me 2,6%, ndërkohë Partia Socialiste, Partia Demokratike bie me një mandat, kemi një shifër surpriz, dy shifrore, Nisma Shqipëria bëhet 10,2% në Fier dhe merr një mandat.
Partia Mundësia 5,2%, Social-Demokratët 1%, Lëvizja Bashk 1,8%, Koalicioni Euroatlantik 0,1%, Djathtas për Zhvillim 0,1%, të tjerë 0,3%. Sefa, dhe the që ky është qarku ytë. Po. Tani, unë mendoj që PD-ja ka një rënje diku të 5%, vetëm si PD, pa llogaritur dhe 7% LSI-s, vetë 12,2%, vetë 12,4%, që është shumë, është realisht shumë. Mendoj që Shqipëria bëhet, vlerësimin tim tani, unë base e kam gabim, e kam perceptim timin, nuk merr mandat edhe nuk është kurrë në ato nivele, po qofse është në ato nivele me 1% merr mandatin e dytë. Agron Sheaj është pashtu në vlerësimin tim, du t'jetë diku në terren i shtrirë më mirë se Shqipëria bëhet, po prap mendoj që ka vota sporadike, nuk ka vota strukturale. Ju lutem se jemi Zyllëm. Është një rezultat që e hedh poshtë bastin që zëvendës kryeministrja ka hedhur për qarkun e Fierit, për të pasur rritje nga 9 në 11 mandate. Ta shohim si do dali, por besoj që kjo rrudhje, po kjo rënje e Partisë Socialiste tregon edhe listën e kandidatëve për deputet që Partia Socialiste ka quar në këtë qark, sipas një socialisti me taban, nuk e kam parë listën unë, s'kam parë Sivin, a i tha që s'ka asnjë fierak në këtë listë të Partisë Socialiste për Fierin. Janë të gjithë të... Zëqinja nga qarku i Fierit, është? Po flasim për kandidat për deputet. A i ka gabim, se... Nuk po ja them emrin sepse është një person që... E ka realisht gabim. Peqi? U thoja vetëm, më ka bërë përshtypje nisma Shqipëria bëhet, po mendoj që lidhet me faktin që ata kanë një djalë i cili është goxha aktiv edhe në media, po dhe viral, si inxhinieri Azmir Dulevic, dhe kjo e tregon se sa do ta mbajnë pastaj lidhet me strukturën, se sa do ta mbajnë atë mandat, është gjë tjetër. Urellari? Po, unë e shikoj prapë me keqardhje që PSE-ja nuk e ka lënë shenjë, më vjen keq që shoku Arlind Qori, pavarësisht retorikës së tij në zonën operative të parë të Ushtrisë Nacionale Shqiptare në zonën e Fierit, pra qarku i Fierit dhe qarku i Vlorës, është 1,8, 1,9%. Tani për saktësi Fieri nuk përfshihej në qarkun e parë. Kooperativa parë në zonën e Kullës. Është ajo zona, ajo krajin, të dy qarqe po them unë, është 1,8, 1,9%. Domethënë, Fieri është në banor të Fieri nuk është në zonë. Jo, më fal, më vjen keq. Fieri është qytet i ri i bërë me banor të ardhur nga Mallakasa dhe Llabëria. Së dyti, qarku Fierit shkon thellë e përfshin te Mallakasa. E përfshin te Mallakasën si qark. Pra, Mallakastra, Llabëria ka qenë aty pjesë. Mallakastra thotë Adri është kryeqyteti i qarkut. Më fal të mbaroj pak. Dhe unë përmend të dy qarqet. Pra të dy qarqe që mbahen si bastionet të majtës, po themi historike të Ushtrisë Nacionale Shqiptare, ku ka më shumë dëshmorë, që është Vlora dhe krajinat e tjera, po themi, që Mallakastra, 1,8, 1,9%. Edhe po shikoj që pavarësisht retorikës ideologjike, nuk e ka dalë të kafshoj nga votat e Partisë Socialiste, të cilat ngelen blok të palëkundur. Kreshnik, qarku i Fierit i lexim telegrafik. Shumë telegrafik. Unë kam bindjen që për shkak edhe të votave të emigracionit, se Fieri ka një përqindje tmerrsisht lartë të votave në emigracion dhe në cilat Partia Socialiste është fokusuar më shumë në Fier, sa për Dieni, se sa në Tiranë. Mendoj që Partia Socialiste do t'i kapjë 10 mandate. Nga ana tjetër, dua të bëj një konstatim. Nëse rezultatet e Pjepolit, sondazhet Pjepolit sot, do të reflektohen në ato mandate për partitë e reja në Vlorë, në Korçë, në Elbasan, në Fier dhe më pas siç do të vim ne te Tirana, atëherë kjo do të thotë hapje e re e një faqe e re në historinë e opozitës, që do të thotë jemi në prag të shpërbërjes Partisë Demokratike. Kur të kemi rezultatin për gjithë vendin, do ta komentojmë këtë projekcion, se cila do jetë dinamika për tendencat e votës në pas 11 majit. Regjia, ju lutem, qarkun e Tiranës. Partia Socialiste 48,2%, 19 mandate.
në 2021 ka pasur 48.9%, ka një rënje me 0,7%, por merë një mandat më shumë, sepse në 2021 kishte 18 mandate. Duhet kemi parasysh që qarku, një mandat që ju hoq qarku të Korçës, i ka kaluar qarku të Tiranës, i cili nga 36 në këto zgjedhje bëhet me 37 mandate. Kemi Partinë Demokratike 34.6% me 14 mandate, në 2021 mori 45.1% dhe kishte 17 mandate, Nisma Shqipëria bëhet 8.6% dhe një shifër befasuese 3 mandate në qarkun e Tiranës. Partia Mundësia 4.8%, një mandat, Socialdemokratët 1.3%, Lëvizja Bashkë 2.2%, Koalicioni Euroatlantik 0.1%, Djathas për Zhvillim 0.1%, të tjerët 0.1%. Zylo? Më duket pak kështu që ka një ullje, sigurisht është pjesë e formulës, ka një ullje në përqindje, por ka një rritje në mandat për Partinë Socialiste, 19 mandate kam idenë që është rezultati më optimist që presin vetë socialistët, dhe po themi sondazhi prap nuk kanë nxjerrë një pretendim të Partisë Socialdemokrate që synon të marrin Tiranë 1 deri në 2 mandate deputetësh. Andri? Jam dakord me Zylun që faktikisht 2.9% që ishin në zgjedhjet e kaluara, edhe plus duhet qenë se flasim për 2.8%, që është marrëzhi i gabimit, aq është pak a shumë edhe mandati i fundit i 37. Kështu që është shumë e vështirë që të hiqet, si thua, nga mundësia edhe një mandat i tjetër për PSD-n. Dhe fakt që del aq në 1.3, po të shikojmë, kemi parasysh edhe strukturën e kletërizmit edhe një lloj tjetër mënyre të marrjes votës, gjasa janë që të marrin ata një mandat. Peçi? Nëse shikojmë Partinë Socialiste qëndron në të njëjtat kuota, ajo që shikohet që hahet është brenda Partisë Demokratike, por përsëri në ato informacione, duke qenë se eksperiencën time e kam të atashuar edhe me Partinë Demokratike dhe e njoh mirë atë, nuk më kuadron përsëri Koalicioni Euroatlantik, sepse kur ndodhi skizma e madhe, Zoti Basha lëvizi me një pjesë të strukturave të mira brenda qarkut të Tiranës. Kështu që do më duhet të shikoj se çfarë do t'rregojnë kutitë e votimit, sepse kam informacione ndryshe. Nuk ka vendosur mos të merren fare me këto 0.1%, se nuk e di si i kanë nxjerrë, domethënë se o i ka marrë dhe i ka vënë aty, ose ka bërë një sondazh, po nejse, s'po hyj asaj. Më duket shumë shqetësuese që opozita në 4 vjet nuk ka arritur të bëjë një retorik politike për të bërë mund për të vënë në dukje të qytetarëve shqiptar dështimet e qeverisë. Fakti që PS është në të njëjtën pozitë elektorale, me të njëjtën përqindje zgjedhësisht është shumë shqetësuese. Dhe fakti që opozita, megjithëse ka qenë në opozit, ka 10.5% zbritje në pjesën më të madhe të elektoratit shqiptar, që është qarku Tiranës, mendoj që kjo tregon edhe faktin e zgjedhjeve në... Kreshnik, 3 mandate Lapaj Shabani në Tiranë. Dëgja, mendoj që do t'ishte një risi për parlamentin që gjithë këta liderët e ri, Endri Shabani, Adriatik Lapaj, Arlind Qorri, Agroni tashmë është, domethënë, të gjithë do ishte mirë t'ishin në parlament. Mendoj që Tom Doshi do t'a kaloj pragun dhe do t'a ketë një mandat, sepse për sa kohë e mori herën e parë në 2021, ka atë sigurinë e elektoratit që e jep atë mandat në Tiranë. Ajo çfarë është surpriza e gjithë sondazhit, jo vetëm tek ju, por edhe tek sondazhet e tjera, është që Lulzim Basha nuk figuron në asnjë qark fitues, dhe për ata të cilët mund të pretendojnë një mandat në Tiranë, duhet të kenë parasysh një gjë. Kodi zgjedhor parashikon që edhe nëse kalohet pragu për deputet në një qark, nëse partia nuk merr 1% në rang kombëtar, atëherë mandati bëhet i pavlefshëm. Pra që do të thotë është e pamundur që të përfaqësohesh në parlament, nëse nuk ke 1% të... Për shembull, këto vështirësi do e ketë dhe Arlind Qorri. Mund të kapi pragun në Tiranë, por Arlindit do i duhet një sfidë të kapi votë. Regjia, ju lutem, arritëm në momentin
përfundimtar, do japim projekcionin e ndarjes së mandateve në të 12 qarqet dhe në të gjithë hapësirën e Shqipërisë. Partia Socialiste merr 75 mandate nga 74 që kishte në 2021-shin me 48.4%, ndërkohë në 2021-shin ishte 48.7%. PD-ja merr 54 mandate nga 35 me 35.4%. 63 mandate kishte opozita ku përfshihej dhe LSI-ja dhe gjithë partitë e tjera opozitare në vitin 2021. Nisma Shqipëria bëhet 7.6% në rang vëndi dhe merr 7 mandate, me numrin aq sa duhet për të krijuar një grup parlamentar. Partia Mundësia 4.8%, 3 mandate në gjithë vendin, Socialdemokratët 2%, 1 mandat, 2.2 kishte në 2021-shin dhe 3 mandate kishte në 2021-shin. Lëvizja Bashk 1.4, Euroatlantikët 0.1, 0.1% djathtas për zhvillim, të tjerët 0.2, ndërkohë që në 2006 ishin 2.21%. Regjia, ju lutem, lidhni me zotin Gjyloto. Ndjes që ju lash të prisni pak, por tani do doja t'ju bëja një seri pyetjesh dhe do doja përgjigje të shkurtra. Ky është sondazhi i 5 në mos gabojmë që bëni për zgjedhjet e 11 janarit, apo jo? 11 maj. Të 11 majit. Quinto? Sì, è il quinto. Po, ky është i pesti. Cili është trendi i votës? Partia që është në pushtet është e konsoliduar, e kalcifikuar në këtë rezultat, apo ka tendencë ngritjeje, apo ka tendencë rënjeje? E njëjta pyetje dhe për Partinë Demokratike. È stabile. Është e qëndrueshme. Partia Socialiste është e qëndrueshme që nga sondazhi i parë kështu ka shkuar, edhe përpara kështu që ka pasur ndryshime, nuk ka pasur ndryshime të konsiderueshme në 5 sondazhet. Qëndrueshmëri për Partinë Social-Demokratike do thosha ka pasur një rënje të lehtë që nga fillimi i sondazheve. Një pyetje tjetër. Duke llogaritur dhe margjin, ju keni llogaritur margjin e gabimit. Mirë, po ka shumë shifra që janë në borderline, janë në limite. Ku pritet që mund të ketë ndryshime, nëse mund të ketë ndryshime, kush mund të rritet dhe kush mundet të ulet nga këto shifra që ju keni parashikuar? Kush probabiliteti, mundësia më e madhe për që sondazhi të gaboj? Allora, gli amici anglosassoni dicono in alcune occasioni tu call su call thonë anglosaksonët, do me thonë, në disa raste ka sondazhe në atë distancë midis dy partive kryesore, është, do me them, një distancë e ngushtë. Ka të ngjarshme me ato që kemi parë sonte, po themi dy partitë kanë një diferencë të paktë, pra mund të jetë o njëri o tjetri këto partitë e reja. Në rastet specifike që ndikojnë mbi caktimin e mandateve, do të thosha që gjithçka tjetër është e qëndrueshme dhe ne nuk presim surpriza të mëdha, sepse kemi pasur mundësinë të monitorojmë gjithçka në 5 sondazhe, pra, dhe 5 sondazhe janë shumë. Okej, ju falenderoj. Regjia, Kreshniku, ju lutem? Çfarë ka ndodhur Kreshnik? 74 mandate kishte PS në 2021-shin, pas 4 vjet qeverisjeje dhe pas një mandati të tretë shkon në 75, rritet. Por prapë që nga pak, se mendoj që skema elektorale e favorizon shumë Partinë Socialiste, që do të thotë 75 mandate nuk përkthehen në vot kombëtar. Partia Socialiste nuk i ka 75 mandate për shkak se ka 55% të votave. 75 mandate reflektohen si pasojë, le të themi, 47 apo 48% e votës kombëtare.
ajo çfarë është risi në këto zgjedhje, është rezultati i dobët i Partisë Demokratike, që do të thotë, Edi Rama ka lindur me kollare se ka përballë Sali Berishën. Dhe rezultati i zgjedhjeve 12 majit, sipas sondazheve të Pjepolit dhe çdo sondazh tjetër, do të provojë një gjë, që Berisha do të marrë rezultat më të dobët se Lulzim Basha në vitin 2021. Pra, Sali Berisha do të çojë më në rënje dhe në rrudhje Partinë Demokratike, e cila ka trenin e fundit në të dielën. Regjia, i lutem, nëse kam sërish në studio, nëse kemi sërish në studio, zotin Gjyloto, ajo që jam kurioz është se ka pasur partit të tjera, të reja, në zgjedhjet e më pashme, të cilat kanë qenë gjatë sondazheve, gjatë fushatës elektorale, ishin premtuese, që tregonin që mundet ta kalonin pragun, madje edhe bindshëm. Ndërkohë në këtë sondazh ju keni, dy parti e kalojnë pragun, madje njëra në mënyrë të jetë bindse, me 7 mandate. Sa është probabiliteti që këto të arruajnë këtë rezultat të sondazhit në 11 maj dhe sa është mundësia që t'i shpëtojnë mallkimit që kanë pasur partitë e tjera të reja në zgjedhjet e mëparshme? Kini parasysh që partitë e reja i shtojnë kompleksitetin dhe zakonshëm të sondazheve, faktin që nuk kanë një histori nga mbrapa, sepse duke qenë partitë e reja, nuk mund të vlerësojmë apo të peshojmë votat duke i krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Prandaj është edhe shumë sfiduese të studiosh partitë e reja, por edhe një herë i referohem kësaj gjëje që ju them gjithmonë. Pra, kemi bërë shumë sondazhe, ky është i pesti. Fakti që në 5 sondazhe ne kemi parë të përforcojë gjendja e partive të reja na jep një trend i cili na qetëson, na siguron që ky sondazh ka shumë gjasa pra të vërtetojë. Domethënë, ndihemi shumë të sigurt për rezultatet, edhe për partitë e reja, pavarësisht që janë të reja. Për ta kuptuar qartë përgjigjen tuaj, thënia kur grinden elefantët, kur zihen elefantët, shkelet barri, në këtë rast, në zgjedhjet e 11 majit, nuk është i vlefshëm? Ka gjasa jo krejt, edhe pse është një thënie shumë e bukur dhe do ta përdor dhe në raste të tjera këtë. Okej, falenderoj. Gjilo? Që të mos përsëris pak a shumë ato që thamë, për mua surprizë duke lexuar rezultatet kombëtare është koalicioni Euroatlantik, nuk është se kisha pritshmëri, duke marrë në konsiderat fushatën që ka bërë zoti Basha, por më shumë se sa koalicioni Euroatlantik, partia Lëvizja Bashkë mendoja që do kishte një rezultat pak më optimist. Partia Social-Demokrate mendoj që do ketë një rezultat tjetër nga ky që është shënuar në sondazh. Si e shpjegon zotin Urellari Don, 0.1% ky ylli në ngjitje e quajti ambasadori dikurshëm amerikan, kryetarën e partisë, ish kryetarën e Partisë Demokratike zotin Basha. Si e shpjegon këtë 0.1% edhe në rang kombëtar? Që ndonjëherë është mirë me kuptuar se kur është mbyllet karriera, domethënë, po që se merr vendimin vet, i merr historia dhe koha për ty, domethënë do të duhet të larguar, edhe sepse po lë vetë të degradoj në këtë lloj derexhe, më vjen keq për të që po shanset i ka pasur. Por ajo që mua më duket interesante është e para një herë ajo që përmendet juve dhe vlen shumë se zakonisht partitë e vogla eklipsohen kur fillon edhe ndizet fushata dhe partitë e mëdha ndezin motorat, vendosin strukturat në lëvizje, dominojnë debati publik, mediat dhe ato eklipsohen. Këtë rast në fushatë e sondazhit. Regjia, i lutem merr pasere, nxirni në ekran tabelën e tabela ju e tregon që në rrjedhën e këtë barometrit që keni bërë juve hapasapi, këto partitë jo vetëm që nuk kanë eklipsuar, por janë konsoliduar. Kjo është gjë interesante dhe është një shpresë se ky është fillimi, mbase mendoj fillimi i fundit të kësaj elite politike. Dhe e dyta që vlen, mendoj unë ta përmendë për ta ritheksuar edhe një herë se çfarë deformimi sistemi zgjedhor dhe ndryshimi i sistemit zgjedhor para çdo palëzgjedhjeve në Shqipëri bëhet, e sa e shëmtuar është dhe bëhet në favor të partive kryesore. Këto mandate, këto përqindje, nëse do ishte një proporcional kombëtar, po të numëroheshin me dhon, do ishin PS 69 deputet, PD 51,
Nisma Shqipëria bëhet 10, Shehaj 6, Socialdemokratët 2, Lëvizja Bashkë 2. Pra, është sistemi zgjedhor që e ka bërë të tillë që nga 69 deputet, Partia Socialiste të marri 75. Po t'ishte në vend Dhondit ishte në cent lag si sistemi i numërimit, faktikisht do kishte 50, do kishte jo 69, po do kishte 68. Pra, ne kemi një situatë ku partitë kryesore për ta mbajtur duopolin, jo vetëm që kanë të infrastrukturën, networkun, por edhe i ndryshojnë rregullat e lojës sa herë që të kenë qef. Stefan? Unë mendoj është ajo që ka thash në fillim që rezultati që do dali nga 11 maj do jetë shumë ndryshe nga ato që paraqesin sondazhet, jo vetëm ky sondazh, por gjitha sondazhet. Sepse këto sondazhet kanë marrë perceptimin ose atë për kë bëjnë tifoz zgjedhësit, jo për atë që do votojnë. Sepse për atë që do votojnë, unë mendoj që territori i Republikës së Shqipërisë edhe mënyra se si është ndërtuar bërja e zgjedhjeve në Republikën e Shqipërisë është shumë ndryshe. Këtu njerëzit janë shumë të ndikuar nga misit, nga sidomos në qarqet e vogla njerëzit shumë më ndryshëm. Shkurtimisht ajo që do të thoja unë është që Sali Berisha nuk e bashkoi dot opozitën, nuk arriti dot që të tregonte që ishte një aktor fitues dhe lapaj mbi këtë sondazh bie që të jetë një lojtar i cili japet rruga për opozitën por të jetë një playmaker i fortë. Okej. Zylo dhe Kreshniku një koment fundit? Ja, nuk është se kam një... Kreshnik, ke një koment fundit? Thjesht do uroja që partitë e reja vërtet të pavarësisht që nuk sjellin dot rotacionin, të sjellin rikonfigurimin e opozitës shqiptare, forcimi i partive të reja absolutisht shënon rënien e Partisë Demokratike, shpërbërjen e asaj dhe krijimin e një opozite të re si mundësi për të sjellë rotacion në vitin 2029. Okej, doja thoja që Partia Socialiste është rrudhur pak, është dobësuar në qarqet e varfra, në qarqet e pasura, në qarqet me prosperitet ekonomik dhe është rritur në qarqet e varfër. Diçka për batut, do të kemi një betejë gjyqësore midis lapajt dhe shehajt, duke qenë se dhe ata me numra tregojnë përsëri 7-3, po janë proces gjyqësor. Okej. Ky ishte emisioni për sot, do rishjemi të hënën tjetër. Të hënën tjetër ku do komentojmë jo sondazhin, por rezultatin. Deri atëre besoj rezultatin do ta kemi marrë vesh deri në orën 21 të së hënës së 12 majit. Natë e mirë gjithëve.